Përshëndetje nga Shizoner në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Java kaloi shpejt dhe ja ku rikthyem sërish një tjetër episod me tema dhe të ftuar shumë interesant. Sot në studio bashku me ne është Rene Refo, një nga personazhet më të komentuara në rrjetet sociale, është shumë aktive në Instagram dhe TikTok, por ashtu krijuese e një podcasti super të suksesshëm. Nuk do thosha super të suksesshëm akoma, po që ka pasur suksesin. Meritat pranoj, vajzë. Okej, shumë faleminderit e vlerësoj. Si ta thot Top Albania Radio normal që kemi arritur diku. Ti do na falësh, por duke qenë se ne të kemi këtu pak pyetje rreth jetës personale, rreth projekte do t'i bëjmë. Po, s'ka gjë, jemi të hapur, jemi njerëz. Po patëm ndaj problem, ju themi nuk kemi dëshirë të përgjigjemi kësaj pyetje dhe mbyllim podcasti. Fillojmë direkt. Shumë mirë, unë në fakt sa e mbylla sezonin e dytë, do të thënë këtë vit e kam filluar 2025, ka qenë janar deri në mars. Bëra një pauzë në fakt shumë gjatë sepse doja ta filloja prapë në shtator me shumë përmirësime dhe shumë gjëra të tjera. Jam akoma kështu në test prova, sezoni i dytë sa u mbyll para 2 javësh, nuk e di kur transmet. Okej. Në rregull. Dhe futemi në sezonin e tretë që fillon në mars. Dhe kam shumë ndryshime në kokë, shumë gjëra kështu të reja, kështu që mezi pres edhe vetë kam e çik më ankth, po jam shumë emocionuar. Dhe ne në fakt mezi po e presim, po një sekond tani, të ndalim e pak të kjo pjesa, si ka mundësi, si Mars, s'do hysh në Big Brother, domethënë? Jo, nuk jam në Big Brother. Diskutohesh kohë të rejote, sa ti vite është. Jemi bashkë dritt në këtë. Rene është një nga të vetme që nuk e lëm të hapur fare, jo, as do je. Po ç'a them? Jo, nuk se unë dëgjoj se. Ina në fakt nuk ka thënë as pasion, ndërsa ti the, jo, nuk jam. Nuk është asina ta them unë, as unë as kjo kemi plane për vit të ri do rrim bashkë. Kemi shumë festa për të shkuar. Në fakt tani doja të të pyesja Rene, si ndihesh në podcastet? Domethënë e gjen më shumë veten se duket sikur nuk të ndaheni përsëri këtu me ne në një tjetër podcast. E ndjen më shumë veten komode në podcast apo në ekran? Po, tani normalisht kur e ke gjën të, shiko, të dyja kanë ato sfidat e veta në aspektin që kur ti je në një televizion, të paktën nuk e këtë përgjegjësinë për të moderuar bashkëbisedimin me tjetrin edhe duhet përshtatesh pak me mënyrën se si ata komunikojnë që të keni një bashkëbisedim elokuente, kupton, edhe të futesh në vibe-in e tyre. Kurse në televizion është presioni tjetër që s'do janë sa censura tjera, ka tema caktuara, janë dy gjëra. Që ti e gjen më shumë veten te podcastet. Po, normal është gjëja ime, domethënë, e kupton. Po ne ana ke ndjek pak? Po, ju kam parë në Reelsa, nuk është se jam futur të shoh domethënë total video në YouTube. Edhe keni jetur shumë mirë, ju ka ecur shumë. Kena një që ta ka vjall pak zemrën? Pak. Nga ju të katërta. Po unë tash i në njoh para praktikisht që ta kam vjall për çështje miqësie, ja me mikë edhe kjo. Jo, nuk është se kam formuar kështu opinione konkrete të që okay, mendoj se kjo është ashtu dhe kjo është ashtu, thjesht e kam ndjekur me tru të lirë. Do ta shije veten kranesh. Po ja ta shohim si do vete sot gjithë gjëja edhe të diskutoni edhe ju me njëra tjetrën, më doni krah jush apo jo, e kupton? Ne të duam shumë, si e bën këtë pyetje një herë, kush më këtë do? Çan këto? Ka njerëz. Në podcastin tënd kush ka qenë i ftuar i zëmrës? Ai ose ajo varet. I zëmrës. Po. I zëmrës. Se unë jam në Vlora dhe ti shumë mirë bën edhe mos e ndrysho. Podcasti që unë mendoj që personi më i lirshëm edhe më real nga gjithë njerëzit që unë kam pasur ka qenë Marini, me thënë drejtën. Kam pasur pritshmëri ka shumë të tjerë, po të gjithë e çojnë muhabetin siç duan vet, nuk janë kështu 100% shiko, unë kështu jam, këtë do them, këtë mendoj. Kanë një lloj mendimi mbrapa kokë kur e thon diçka. Po më i vështirë, kush ka qenë që ke thonë? Të them drejtën, sezonin e dytë unë kam hapur puntatën e parë me Lart Vasilin dhe do duke qenë se është figurë që unë e kam pëlqyer shumë edhe normal edhe një moshë më e madhe, artist, domethënë është një farë lloj respekti tjetër, një farë lloj presioni tjetër që ta bësh siç duhet atë gjë dhe kam pasur realisht shumë emocione. Po të paktën ai ka qenë cool edhe ma ka sheshuar pak këtë gjë. Rene, duke pasur parasysh që kohë më parë Elton Iliriani dhe Julia u bën unfollow në rrjetet sociale.
sociale. Ka qenë e vështirë për ty ta intervistosh Eltonin pas kësaj dhe si është raporti yt me të sot? Tani mami im ka qenë sezonin e parë unë e kam bërë në shtëpi. Okej. Dhe mami ka qenë në shtëpi kur është bërë ai xhirim. Normalisht që ka ngritje midis siç ka mes shoqeve, mes mamit edhe babit, edhe mes fëmijës dhe mamit edhe kushërinjve ka gjithmonë. A ka momente që ndoshta s'ke nevojë ta çosh në një unfollow, po gjithë jemi njerëz edhe të bëjmë ato në nerva e sipër. Si e kam përjetuar, domethënë gjithmonë unë i kam shumë të ndara gjëra, domethënë marrëdhënia që ke ti si Ina me mamin tim është marrëdhënia juaj, unë çfarë marrëdhënie kam me ty është marrëdhënia ime me ty, e kupton, nuk është se më. Por ti si e përshkruan gjithë ndimen që Eltoni po jep para Shevish Simaku, domethënë një krenar për te si tributin e tij. Krenare nuk do thosha, mua më bëhet shefi që ai ka gjetur një person që ka nevojë dhe po e ndihmon, e kupton, krenare është nuk jam babi Eltonit. Por e ka mundësinë dhe bën edhe më bëhet shefi që janë dy njerëz që kanë profit nga njëri tjetri. Duke qenë se edhe Eltoni jeton në Amerikë, ti ke jetuar gjithë jetën në Amerikë, ndoshta ishte kjo fjala që më erdhi pak edhe më. Po, jo, e kuptoj. Pak edhe pjesën. E kuptoj. Ti Rene ke pasur mundësi ta takosh para Shevish Simakun vet, duke qenë se ke qenë dhe angazhuar me projektet e tua të podcastit. Jo, sepse unë nuk kam qenë në Amerikë këto kohë fare dhe po mi këntruri, por kam folur në telefon. Si të duket para Shevia? Ka shprehur kam përshtypjen që e ka tipin a shumë fakt që ka një kështu lloj dashamirësie për gjithë, po një çam bëri përshtypje kishte një zë shumë të vinte kështu në meditim. Ishte shumë dëgjoj se unë e kam parë këtë podcastin tënd dhe më pëlqen shumë, ti je një mrekulli. Kishte një lloj vibe kështu. Po. Vajza dhjetori ka arritur dhe ne dim që bashkë me dhjetorin vjen dhe këto uljet festive dhe jeni gati për ta përgjithësuar garderobën tuaj në veshje, aksesor dhe kputucët e sezonit. Fashion Group ju surprizon këtë fundjavë duke filluar nga data 11 dhjetor me minus 50% ulje në të gjitha dyqanet e saj, si dhe online në www.fga.al. Vraponi për të bërë tuajat, sepse më besoni me kaq mundje të mirë nuk do t'i gjeni. Me këtë lajm ne kalojmë pak në publicitet, bëjmë një scroll aty tek ky linku dhe rikthehemi pas pak. Rikthyer këtu në Shiz On Air në Top Albania Radio, mund na shihni dhe në kanalin 10 të Digitalbit dhe në 100 FM. Megjithatë, meqense se po flisni për dhurata, për rroba, Rene. Ti merr shpesh dhurata? Jo, me thënë drejtën, kështu kur kemi naj diklindje, naj krishtlindje, naj vit të ri, kështu s'është. Kështu të pëlqen më shumë që të bëjnë dhurata apo që të bësh dhurata? Sa nuk është një temë që e kam menduar, e keni për marrëdhënie shoqërore apo marrëdhënie romantike, se më duket kur I bëni këto pyetje sikur. Ah, tik të gjatë do ma thuash ti. Shoqëria romantike dhe për pjesë shoqërie. Shikon, në shoqëri që përgjithsisht tani aty I kemi këto merr dhe jep. Në shoqëri është, domethënë, nuk mendoj që duhet jetë me një gjë të shkruar. Kur ti e ndjen me vërtet që ti bësh një dhuratë një personi, bëja, e kupton? Unë jam tip që përpiqem gjithmonë të bëj shumë, me thënë drejtën, se me vërtet ndjej edhe jam kështu është çik shprehje kështu idiote, po nejse. Unë do han të gjithë, ke parasysh çfarë them? Okej, një nga dhuratat më të shtrejta që ke marr. Shiko. Përgjithsisht dhuratë shtrenjtë tani nuk e di, un kam pasi periudhë për shembull kam qenë e lidhur 3 vite me thënë drejtën bëra shumë kesh, nuk është. Nuk e shoqë me. Të shahime. Okej, kesh, edhe kjo quhet super dhuratë, Sa njerëz e pëlqejnë më shumë kesh se sa. Enxhe vlerëson më shumë atë se sa. Ai më shikoj sot merrem me ty thoshte të zgjidh çfarë do na, thoshte bli çka ke për të bler. Kështu është edhe Enxhi. Atëherë ti lëm pak këto dhuratë, atëherë ne me Julian shohim që ju keni një marrëdhënie shumë të ngushtë dhe duket sikur nuk mbani sekrete. Por thellë, ke një sekret që nuk ja ke treguar qoftë në lidhje me zemrën? Gjotë them drejtën, unë mamas time I them aq shumë sa që thot aman të lutem bom dhe kaq shumë detaje se ma shpife, kupton? Domethënë realisht ja kam thënë, mund të ketë pasur momente që nuk ja kam thënë aty në moment që shikoj që kam bërë këtë gjë që mund të ketë qenë pak tragjike, por kanë kaluar për shembull 2 vite dhe kam qenë kështu dëgjoj, e diti që unë kam bërë. Po. Kur vin puna te lidhja romantike, a ka ndonjëherë frikë që t'ia thuash? Jo, mamit tënd? Jo, gjithmonë ja kam thënë.
Edhe kur e kam ditur për shembull që ndoshta mund të mos jetë një tip që asaj t'i pëlqente, prap ja thosha edhe në fund ditës. Shiko, ka një gjë kur je njëri i përgjegjshëm edhe i mbaron punët e tua, nuk mami, babi, kushdo që të jetë kanë një farë lloj respekti dhe nuk futen sepse thonë ok, kjo është maxhorene, kjo ditë menaxhoj jetën e saj, e kupton? Po mira, ka pasur ndonjë mashkull që Julia nuk e ka provuar për ty? Po, ai djali që më kam qenë 3 vite, kjo nuk ka qenë pro. Sa do ta pyesja, si ke vepruar dhe Renea tha kam qenë 3 vite. Unë kam pasur kështu luftë çdo ditë. Mama ime çoi nga gjumi dhe mbante 1 orë moral dhe ishte kështu. Se shikon dhe unë isha kështu, okay, kjo është armiku im. U bë qefi kur se isha edhe në moshë më të vogël, Ju bë qefi kur u ndat? Nuk ishte aq e stresuar sa që nuk ju bë qefi, thjesht kishte një kështu, wow. Po ti si u ndjeve nga kjo ndarja pastaj? I kishte ardhur fundi, e kupton, domethënë un po rritesha, nuk po rriteshim në të njëjtin drejtim, e kupton. Ti Rene i rritur me babin deri në farmoshe? Deri 4 vjeç. 4 vjeçe. Edhe kontaktet tash i ke normal. Ku jeton babi në Itali? Në Lebanon, në Beirut është momentalisht, se ka gruan është lebaneze. Interesante, po ke mundësinë ta takosh shpesh apo? Po isha në Mars, isha këtë vit. I bie se në Mars, është pak larg. Po, aq tash se sa. Sigurisht se kena dhe pushime të tjera për javë. Si përballon këtë distancë? Po shikon, kështu jam mësuar, domethënë unë historikisht babin e kam parë një herë në vit dhe nuk është diçka që mua më afekton, se nuk është se unë mësova deri në një farë lloj moshe që ta shoh çdo ditë edhe pastaj u ndam. Thjesht kështu ka qenë gjithmonë. Kështu që nuk e ndjen domethënë atë praninë e tij sikur të mungon, sikur. Jo. Rene, kur ndalesh në një moment dhe thua pas 5 vitesh do jem këtu. Ku do jetë Renea pas 5 vitesh? Një emër shumë i madh në Shqipëri për arsyet një pune konsistente, kryesisht nga podcasti, domethënë podcasti është një gjë që unë e shoh si karrierën time, si vizion shumë të largët, nuk e shoh si një gjë që okay, kjo gjë po prodhon lek tani edhe unë po e bëj, diçka që unë ndjem, mua më pëlqen, unë ndjem me fulfilled, si thonë, e plotësuar, kur e mbaroj çdo episod që mbaroj jam kështu një lloj ndjenje plotësimi. Po si të duket fakti që ka, domethënë, pati një boom podcastesh, pra të gjithë ishin të aftë të bënin një podcast. Si gjykon? Atëherë un kam takuar edhe shumë nga këta njerëz live dhe normalisht kur ishe nga ekrani dhe kur i takon live ke tjetër ndjesi se si ata i bëjnë gjërat. Unë mendoj që shumë njerëz kanë disa probleme. E para punës në Shqipëri njerëzit nuk janë kreativ që të bëjnë diçka që me vërtet u pëlqen ta bëjnë. Thjesht janë kështu, okay, ky është trendi, unë këtë po bëj, e kupton? Nuk e shohin fare që okay, a përshtatet kjo gjëja me mua apo jo. E dyta punës, unë mendoj që ka shumë njerëz që po bëjnë podcast aktualisht që kjo gjë po sjell para tani, sponsorat normalisht investojnë sepse ka shikueshmëri dhe janë kështu, okay, kjo po më bën lek, këtë do bëj unë tani, pastaj kur dalin gjë tjetër që do më bëj lek, do bëj atë gjë, e kupton? Pra nuk është devotshmëria shumë e madhe, thjesht është interesi monetar. Po, dhe mendoj që kjo është çfarë i mban shqiptarët të jenë të pakënaqur tërkohën, fakti që e kanë mendjen që çado prodhoi kjo në sipërfaqes dhe se kanë mendjen se çfarë me vërtet duan të bëjnë vetë, kupton? Rene, po në ekran do të shohim sërish? Po, në fakt unë këtë fundjavë isha në Rugov me manushin ton me të guximshmit, kështu që po. Do presim dhe unë mërzita shumë që nuk isha. Po, nuk e. Edhe unë mërzita shumë që nuk drejt për zotin, domethënë në botën e showbizit, kush është dikush që ty të pëlqen shumë për ekran dhe dikush që ty të pëlqen që duhet të zhduhet me se s'bën? Atëherë unë mendoj dhe ja kam shprehur dhe gocës në fjalë, për mua femra më e bukur shqiptare dhe që realisht më inspiron dhe në stilin e çdo gjë është Tracy Sejdini. Pak nga fakti që ti ke qef këto temat pikante. Po. Kështu do pyesim pak Renen se kush është partneri ideal në fantazitë dhe provojat e tua, patjetër. Po. Patjetër që, domethënë, edhe mentaliteti që jam rritur, kam nevojë për një person që e shef lidhjen si partneritet, e ke parasysh domethënë të dy bashkëpunim. Unë bëj këtë, ti bën atë, edhe nëse unë, domethënë, nuk iku, po jo në aspektin që okay, hajde ndajmë këtë 50-50 fiks. E kupton, domethënë, nëse unë kam kohë të bëj këtë gjë, ti do bësh këtë gjë tjetër dhe të kemi një komplementim të njëri tjetrit që është kush është i parë që Renea shikon tek një mashkull? E çuditshme për njerëzit që më njohin nga media, jo për ata që më njohin nga afër, po serioziteti.
Kjo ishte pyetja e radhës, domethënë të tërheq më shumë një mashkull serioz apo i drejt për drejt dhe shumë i hapur. Kështu që serioz. Shiko, nuk mendoj këto të dyja mund të jenë dhe bashkë në të njëjtën gjë, nuk ka nevojë të jesh ose njëra ose tjetra, kështu që po në të njëjtën kohë ndonjëherë është thjesht shumë të jesh një person dhe thjesht ke një kimi të brendshme që as vet nuk e. Po ajo gjëja që ti nuk e duron dot fare. Meshkujt që janë shumë të lidhur me paraqitjen e tyre nuk mundem fare. Të jap dorë. Je më i tërhequr nga pamja apo nga personaliteti? Jo, është ajo aura gjenerale, po. Ma romantika apo ma je eager, më thoj sa? Jeger. Nuk jam shumë as vet tip romantik me thënë të drejtën. Më mirë një partner i famshëm, pra pjesë e showbizit, apo një njerëz i thjesht. Nuk asnjë, domethënë nuk e kam problem çdo që. Nëse do zgjidhje një njerëz në showbizit për me këtë do dije, për date. Në showbizit. Zeza. Dgjoj, un kam bërë një kështu pyetësor me shokun tim ngushtë për këtë gjë, edhe i kemi marrë gjithë me radhë dhe ishim kështu nuk shkon. Jo, nuk shkoj, e kupton, domethënë nuk akoma. Po çai mungon te këtyre që shkonin? Nuk e di, këta meshkujt e showbizit kanë një lloj, disa kanë një qasje shumë feminin, disa kanë kjo pjesa tjetër që u pëlqen shumë vetja, edhe mua asnjë nga këto kritere nuk më pëlqen, e kupton, dhe prandaj bëhet kjo pastaj. Cila është një must për ty në marrëdhënien tënde? Një must të du. Unë kam nevojë të flas, edhe të them çdo gjë që më ndodhi sot dhe kam nevojë për një person që dëgjon edhe pyet, po pse si ta tha dhe pse ta tha. She's me, I'm her. Kam nevojë patjetër për këtë gjë. Nga këto djem të showbizit të ka ngacmu praktikisht dikush apo? Dgjoj, shiko, kur je femër e bukur, mendoj që edhe ju jeni në të njëjtin mendim me mua në këtë gjë, e keni përjetuar dhe vetë që përgjithsisht 90% e meshkujve edhe nëse nuk ngacmojnë me fjalë, ti e ndjen një farë lloj shikimi, kështu që është e pa. Edhe asnjë nuk bate. Diskutueshme kjo. Po të bënte do isha tani në TikTok duke thënë ky është drita ime. Do ekspozoje domethënë në rrjetet sociale, s'do kishe problem. Do ta kisha problem, nëse do ta kishte problem ai nuk do ta bëja normalisht, se privatësia e tij është. Mos ironizove ndonjëri me këtë TikTok, ky është drita ime. Jo, pse e komendove ti? Jo, ti shumë Ne ka diçka që të irriton në intimitet e partneri? Në intimitet? Po. Ngadalësia. Edhe me këtë ngadalësi vajza si thoni që të kalojmë pak në një këngë dhe pastaj vazhdojmë pak me pyetje. Nuk do na shpëtosh, por që po jo, e di e shoh. Jemi kthyer në këtë pjesë tjetër dhe jemi me Renen. Dhe Rene, këtu ka qenë një temë jona e cila bëri pak goxha debat dhe nuk ram në një mendje asnjëra nga ne. Si mendon ti, one night stand je pro apo kundër? Po, siç e kemi diskutuar në fakt edhe bashkë kështu në privat, unë mendoj që çdo person duhet të ketë paktën të provojë gjëra të ndryshme të paktën një herë në jetë dhe pastaj të vendosin nëse është pro apo jo atyre gjërave. Personalisht më ka ndodhur të kem një experience one night stand. Nuk kam qenë shumë neutrale, as më dha gjë, as më hoqi gjë nga vetja, kështu që duke e marr kaq neutralisht pse të shtojmë numrin kot tash më s'po e bëjmë fare. E vërtet. Në fakt, pastaj përgjigje do ju fus në një temë tjetër që është unë apo AI. Pra jetojmë në një botë ku inteligjenca artificiale ka filluar të zvendçojë shumicat e gjërave tona të njerë. Domethënë, jemi ne, a jemi të sigurta ne për gjërat, për ndjenjat që ne kemi, pra si po ndikon kjo inteligjencë artificiale, po ndihmon apo po prish punë për të kuptuar veten tonë, realitetin, atë që ne po jetojmë. Ju goca e ndjeni veten të zëvendësuara nga AI, inteligjenca artificiale? Për çfarë na ka marrë ne ai? Unë s'ja kam dhënë në fakt të drejtën AI-t ma marrë. Jo, absolutisht jo. Që janë të fiksuar, domethënë dhe gjithë inteligjencën e tyre
E shumëzoj në zero dhe fokusohen. E mbarë gjithmonë nga karakteri e personit, sepse për shembull unë kur kam një mendim, mund t'i pyes diçka AI-t, por shumë herë nga përgjigjet që më jep unë kuptoj se ku qëndroj në të vërtet, por unë do ndjek Po gjithmonë mund të atë. ndihmoj absolutisht varet si e përdor vetë. Unë e përdor si një pateric për shembull. Po. Si një pateric, Çik më shumë. Bëja makinë. Po, edhe makinë mund ta bëjmë që sa herë që mua më lind një pyetje, mund të them që e ka zvendësuar dhe Google-in dhe unë futem direkt dhe pyes. Jo, unë se përdor me Google-in fare. Për të pjesë po. Me Google-in. Cila është pyetja e fundit që keni bërë ChatGPT-s? Ua, prit ta shoh. Prit se dua ta shikoj. Dua ta shohim të gjitha Unë dhe tani. një shoqe, unë e duroj shumë atë pip të makinës, e ke parasysh kur nuk bë rripin, dhe kjo shoqja ime nuk e duron dot fare. Unë e kam pyetur për restorantet në Tiranë, se unë jam shumë keq me Tiranën. Dhe më ka dhënë disa ide. Unë e kam pyetur për ide se çfarë story të hedh për ditëlindjen time. Edhe unë e përdor për Instagram dhe e kam pyetur për një caption sepse nuk po më vinte në mend asnjë gjë, kështu që. Unë personalisht kisha ngrënë dje si kafsh dhe po e pyesja si isha shtuar në peshore sot. Dhe i thasha është thjesht bloating kjo apo shkile më. Pra se cila për nesh në mënyra të ndryshme e gjen veten për t'i dhënë nga pak, po a është AI një shpëtim për vajzat kreative apo po i zbe personalitetin? Unë nuk mendoj që vetëm për vajzat. Po mirë, po flasim për çunat. Patjetër. Po ne që kujdesemi pak më shumë për këtë kontentin, për këto gjëra. Mua më ka ndihmuar o zemra, se për shembull, i them e zëm jap idenë time primare që shiko se unë dua ta bëj këtë videon kështu, ti jep edhe 13 ide të tjera dhe ti thua okay, unë do bëj një kombinim tani dhe prap del në kreativitetin tënd. Po. Se në fund ditës kreativiteti është edhe nëse ti inspirohesh nga diçka tjetër dhe mund të jetë shumë e ngjashme në për sa kohë ti fut ngjyrat të tua aty brenda. Kreativiteti është një formë inspirimi i bie. Mirë. Nga ana profesionale kalojmë pak te ana e ndjenjave. Sa e përdorim ne për marrëdhëniet tona, kur kemi këto dyshimet tona. Mundësisht kam kuptuar që mund të lexosh edhe filxhanin, mund të Po, nuk e lexoj gjë. Po ta them ose se lexoj gjë. Filxhani, unë para edhe letratarët. Jo, unë para 3 ditësh e pyeta për një gjë dhe më tha që duhet Alia. Çfarë gjëja? Çfarë ishte pyetja jote? Do me thënë ishte një pyetje që veprim që ai ka bërë. Po, për një veprim që ai ka bërë, dhe unë e pyeta dhe i thash, të duket normale ky veprim apo jo? Për të dashurin tënd apo për një person random, shoqëri apo tani për një njeri. Për një njeri. Po për të dashurin, për të dashurin se nuk u fokusua kaq shumë te shoku ngushtë tani, me shokun e ngushtë sqarohet, ajo i thotë zemra, çfarë po bën? Dhe përgjigjja që mua më erdhi ishte që nuk ja vlen të merresh. Ti je një vajzë shumë e bukur, e zgjera këto budalliqe këto gjë. E dëgjove chatin apo? Jo, po thjesht më bëri më shumë përshtypje mënyra se si ma tha dhe ma shpjegoi me pikë dhe me presje që mbushi mendjen. Paka shumë vërtet, jo paka shumë, po shumë fare ma mbushi mendjen. Dhe unë isha më thuaj këtu tani e dëgjove chatin apo jo, e le apo jo? Jo, për të lënë nuk ja lash, po i bëra një roman që i thash ti nuk shkon me mua. Po ka dhe rasti që ta bën gatin romanin edhe chatin. Po edhe të pyet, po do të ta bëj. Jo, unë romanin e bëra vet. Dhe i shkruajta po ti pika ti kishe të shkruar me kështu që ta kishte bën chati pra se pra. I the chati ti hiqi kur Jo, nuk më shkruaj ti chati, unë chati thjesht i tash mënyrën se si unë të njerisha zënë të pak besoj. Dhe thjesht më dha shpjegimin që ky njeri nuk bënte për mua, pastaj se çfarë i shkruajta unë atij. Ti e shkruajte vet apo ta shkruajti chati? Jo, vet, domethënë. Unë mendoj që chati nuk mund të zëvendësoj kurr pjesën e ndjenjes, ndjesisë, domethënë edhe për një shoqë mund të ndihmojë mbase një gjatë të tillë, sepse e shef me sy. E nuk di se si llafe do t'i gjej, po prapë për këtë tradhti që ju më keni bërë dhe pas keni shkuar të bëni shopping vetëm tek Pronatyra e Midi. Prapë vetëm këto. Shiko. Sot jemi në Kashar, të mbikalimi Rinasit dhe kemi ardhur ke Pronatyra e Midi, sepse bashkë me vajzat ne do na me banje darkë dhe ku më mirë ku ka produkte cilësore dhe italiane. Do thonë ju do ju marrim me vete, nuk i dihet. Hajde shihni se çfarë do zgjedhim për darkën tonë. Livia, të ëmbla apo të kripura? Po ambelsirat lehet gjithmonë për në fund, kështu që krypta. Keni hangër ndonjëherë tortelli me zucca?
Jo. Mund të na I bësh ti. Goca. Këta janë të zonës teme në Itali, e dini ju. I marr një do pule. Pesto. Rizo. Më pëlqen pak hudhër. Unë des për borzilok. I keni provuar ndonjëherë? Jo. Ec. E unë bare për patatat e ëmbla. Unë vdes për banane. A e dini se të Pro Natura me di mund të krijoni sportën tuaj? Ne po krijojmë sportën tonë nga She's on Air. Goca, ç'a do zgjedhim? Po mendoj të marrim më shumë mbështetjet. Ne po marrim panetonin sepse kemi bërë një super speza, si thohet italisht. Po, për ato që dojnë me kry punë pak më shpejt se ne, ja, Pro Natura e Medi ka menduar edhe për ato me një pako gjak gati, ku keni panetone, vend dhe dhuratat e tjera, kështu që. Faleminderit. Gold Sami Gold. Pro Natura e Medi, festa të mbara Shqipërinë. Festa të mbara, tani të më thoni Fakturën e paguam ti. Po pra, dhe unë po pres në këto momente se tek cila shtëpi e juaja do ta ha unë darkën e vitit të ri. Jo, ti do gatush, ti do pagush faturën dhe ti do na presësh. Asaj gocëuar unë për darkën. Patjetër. Ina, unë asaj gocës si ta shënoj në fletore, sa të vina. Po ishin lirë, mos e vraj mendin. Nuk ishin, janë shumë i lirë se i supermarket. Po si the do vina, unë ndoshta ja fus direkte për Big dhe s'shkoj fare, si do ja bëjmë. Po s'ka që do na I falin ata me që të futesh në Big ti. Tani Ina mos më ngacmo ma sepse ka plot që më thonë që ti do jesh. Edhe njerëz që unë I besoj shumë. të lutem. Të lutem. Është AI. Në qoftë se e shikoni, është AI. Tani, të rikthem dhe pak te kjo tema tjetër që ne po bënim, domethënë, sa përveç ChatGPT-s, përgjigjeve që ne na vijnë direkte. Po kemi parë dhe shumë foto që po krijohen tani dhe po bëhen më kollaj, domethënë nuk ka më nevojë për një shooting, një make-up, një veshje, një gjë. Ti mund t'japësh thjesht fytyrën tënde dhe vet inteligjenca artificiale të bën ty ashtu si çdo ti t'jesh. Unë sa herë kam parë personalisht të foto të tilla, kam qenë kështu, okay, swipe, nuk dua ta shoh fare se janë origjinale. Kupton, domethënë ti e dallon edhe nuk të tërheq fare ajo gjë. Unë krijova një foto të tillë, në fakt, në episode më përpara unë ju a kam treguar. Ishte e frikshme se si e solli ngjashmërinë, domethënë dhe ishte 1-1 që toje që isha unë, vetëm se ajo u kthye në një trend dhe pastaj të gjithë u kuptua që ishte një AI. Siç dhe doli trendi tjetër I Borës, që ne e provuam të gjitha. Reneti nuk repre këtij trendi. Jo. Nuk jam asnjëherë projekti trendeve. Edhe unë kam një problem. Kurioziteti thjesht për ta parë veten si do ta nxjerrë, se ndonjëherë të nxjerrë pak më ndryshe. Nuk e dija fare ku bëj dhe nuk hulumtova fare ta gjëja se si bëj dhe thjesht e lash. Ishte shumë interesante se mua po më pyesnin të gjithë si bëhet, ma bëj, po. Por ne tani do kemi dy të ftuar shumë interesant që do na flasin pak më tej për këtë pjesën e AI, sepse e kanë futur në përdorim 100%. Dhe do shohim se si ka dalë realizimi dhe gjitha. Qëndroni këtu për ta marrë vesh edhe ju dhe rikthehemi pas pak. Kthyer në këtë episod tjetër të She's on Air dhe kemi dy të ftuar shumë interesant. Sot në studio është një dyshe që besoj se nuk e prisnit që t'ishte bashk. Për herë të parë, Aldor Nini, CEO I Acromax dhe Serena Sula, modelja dhe këngëtarja tepër e komentuar në rrjetet sociale. Ata janë këtu për një arsye të veçantë që lidhet me muzikën. Klipi I ri Dis I Serenës pjesërisht I realizuar me AI në ndërtimin kreativ të Aldorit dhe stafit të Acromax. Pra paskenat dhe gjithçka që fshihet pas këtij projekti që pritet të bëjë zhurmë, do t'i zbulojmë sot. Aldor, Serena, mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm. Është shumë kënaqësi që ju kemi pjesë tonën sot. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën. Ne presim të marrim vesh këto pravaskenat e videoklipit. Si fillim unë njëherë doja t'ju pyesja, nga lindi kjo dëshira, kjo ideja? Në rast të parë ne Serena vjen çdo 2 muaj edhe vjen çdo 2 muaj edhe do të bëj një klip të ri, sepse sot jam mësuar artistë çdo javë do të gjej nga një klip të ri. Dhe neve I tham që shiko Serena, nuk është ndoshta një ide shumë e mirë ta bësh të gjë çdo ditë. Nuk është një ide e mirë ta bësh të gjë çdo ditë, por neve sugjerojmë që të bësh diçka ndryshe. Sepse Serena ka qenë një nga artistët e cila ka pasur ide shumë të çmendura për videoklipet dhe duke pasur ide të çmendura janë edhe shumë herë më të vështira për të realizuar asnjë ide.
Dhe këtu neve menduam që të përdorim një teknologji të inteligjencës artificiale në mënyrë që të mbushim klipin e saj pikërisht me ato skena që ajo kishte imagjinuar në mendjen e saj, por të cilat ishin shumë e vështirë për të realizuar me teknologji të sotshme dhe pa harxuar me miliona euro. E kuptoj, po nga fillimi fare, domethënë kush ka qenë biseda e parë, cila ka qenë kërkesa, domethënë Serena ti si hyre, the dua të bëj këtë videoklipin, do ta bëj si e pritet ti faktin që Aldori ta do ta bëj me AI. Unë faktikisht në momentin që kam po këngën e Encës që ka hedh direkt sa kam thënë s'bën kam për ta bëj disk, kam thënë me menjen time. Po tash ato mendime që kisha unë kokë, unë i shpreha në tekst. Okej. Tekstin Enca nuk ka bërë Enca aty ka thënë kardinal, kështu që dash njëna me shky atë pankartën e kardinal. Njëna origjinale në Shqipëri dash. Për të qenë Serena. Disi po them pra, disi në momentin që unë kam pa dhe fansat kanë thënë gjithë, kanë thënë që ajo ta ka bë ty, edhe në momentin që kam pa, unë i kam thënë Aldorit, i kam thënë, du me boj, kam thënë unë dis du me ja kthy drejt për drejt kam për t'ja kthy, kam thënë. Asaj edhe grupit që ka bëj ajo aty. Edhe erdhi ideja që Aldori më tha për punën e inteligjencës artificiale, tha nuk e ka bë kur në Shqipëri. Edhe falenderoj shumë mirë që është këtu krameje sot. Edhe është diçka tha që është unike, din nuk është hera parë, domethënë pavarësisht se vetëm bota e ka bërë, se bota normalisht Amerika gjithmonë i ka sjell para idetë. Edhe tha ta sjellim, do ta sjell, unë thash Shqipëri, tha do ta realizoj unë, domethënë mendimi që s'ke nevojë më ulë, domethënë me marr një person me e bë për shembull me kriju idenë, me bë si Enca për shembull ose si dikush tjetër. Nuk e pse më ulo. Imagjino ti të bëje casting gjë një si Enca. Po thuaj se e pamundur, domethënë. Sa sfiduese ishte që të integrojë AI në një klip muzikor dhe cila është rësia e vërtet, na shpjegoni pak. Tani, për sa i përket sfida më e madhe ka qenë një përdorimi i AI-t ashtu siç duhet. Domethënë ne derisa kemi arritur të krijojmë këto skena që ju do i shikoni ai videoklip, në atë nivel neve janë dashur diku te 4 muaj punë. Domethënë që ne vetë të kthjellohemi me mbi 8 teknologji të ndryshme të cilat përdoren, se nuk është AI thjesht si ChatGPT që ti jep një prompt dhe del ajo gjë që do. Ti do të përdorësh truca të ndryshëm, të cilët bëjnë gjëra të ndryshme në mënyrë që të nxjerrësh atë si rezultat. Dhe problemi më i madh ka qenë faktikisht që gjërat të duken sa më autentike. Sepse po ta shikoni edhe videoklipi, shumë skena duken vërtet si për shembull Serena, për shembull skena me atë kuroren është me AI, por faktikisht duket sikur është Serena që është xhiruar atje në atë ambient. Momenti ku i jepen ato firmat autografe, të gjitha janë me AI, por të duken sa më afër. Origjinale. Ndërkohë, çka kemi bërë, pjesa që është më interesante këtu, klipi nuk është komplet me AI, sepse ka pjesë të cilat janë të xhiruara me kamerë dhe pjesë që janë me AI. Dhe po të shikosh të njëjtin aktor, të njëjtin personazh, si me AI, si në realitet duken aq afër njëra tjetrës, pikërisht që ti do demonstrosh se sa afër mund të shkojë AI realitetit. Kjo ka qenë një pjesë, besoj që është dashur, domethënë patjetër që të xhironit edhe një pjesë vet pa AI në mënyrë që të bëj më mbulim fakti që po përdorej AI. Po patjetër, domethënë AI mund të ndihmosh shumë me fotografi, me pjesa që janë jo me AI, por për të thënë vërtetën sfida më e madhe ishte t'i japësh informacionet në shkrim shumë të sakta, janë lëvizjet. Për shembull, ka një skenë në videoklip që bën dikush, nuk e di tani nga ana artistike, dikush është për mua, një twerk edhe rrëzohet. Ka bën realitet, se nuk din me bë. Për shembull, të realizosh atë gjë, domethënë ti duhet t'i shpjegosh shumë detaje AI se ç'është twerku, si duhet lëvizi, si duhet rrëzohet, se rrëzimi pas ka 1 milion mënyrë se si mund të rrëzohesh. Kështu që këto janë teknologji të ndryshme që cilat mund t'i përdorësh. Do të them edhe diçka që kjo që do shikoni këtë herë në këtë videoklip që kemi bërë ne, është statusi i njohurisë tonë para 3 muajsh, sepse sot kemi avancuar edhe ne goxha me researchin që kemi bërë me AI, domethënë klipin. Po. Sa e bukur. Shumë e bukur. Aldor, po pse vendose pikërisht që dis do ishte një nga projektet ku ti do eksperimentoje këtë çast inovative me Acromax? Shikoj, shumica e projekteve të ne vinë sipas momentit, dhe ishte momenti në të cilin Serena i kërkoi stafit ton ndihmë për videoklipin e saj, dhe ishte momenti në të cilin ne po bënim pikërisht to testimet me inteligjencën artificiale dhe bëri zing në atë moment.
këto të dyja gjëra u kombinuan me njëra tjetrën. Kështu funksionon në shumicën e gjërave inovative faktikisht. A ishte e lehtë të punoje me Serenën në këtë projekt? Ta ka lehtësuar punën, si ka funksionuar bashkëpunimi juaj? Un kam një staf si të brendshëm si ashtu edhe disa persona të jashtëm të cilët merren edhe me pjesën e xhirimeve. Dhe ato kam punuar faktikisht me Serenën. Unë personalisht kam qenë vetëm i përfshirë te pjesa e teknologjisë dhe problemeve që ajo ka, domethënë, na ka bërë për të nxjerrë rezultatet e duhura. Me sa kuptova unë nga stafi, Serena ka përparuar në, domethënë, mbajtjen e orareve, në Nuk kishit dhe ju një dis me Encen, jo. Si? Nuk e se keni vendos të bani këtë projekt me këngën dis, sepse kishit dhe ju një dis me Encen pikërisht. Jo, unë Encen e njoh që nuk e di sa 10 vjet, 12 vjet. Kemi një marrëdhënie shumë normale me njëri tjetrin. Gjenjen. Jo, nuk është se, shiko, diset, unë mendoj që diset janë diçka artistike. Dhe unë për shembull do isha shumë i lumtur, jam shumë i lumtur kur për shembull njerëzit edhe më shajnë mua ndonjëherë në rrjetet sociale. Në momentin që ato janë kreativ, unë i mirëpres. Po mirë, të ngacmoj pak unë. Qofse do vinte Enca pas këtij videoklipit dhe do thoshte do më bësh tani mua një videoklip me AI, po dis për Serenën. Po tani duhet të kuptosh diçka. Shpjegoje paraprakisht. Ne Nuk ka që me bo, se nuk arrit dot. Do të kuptosh diçka. Ska arrit me bo dis. Ska si me bo dis. A është tjetër gjë? Si të boj? Pite do ta dëgjoj çka. Si të boj, ha? Tani, problemi qëndron këtu. Ju nuk keni kuptuar diçka që koncepti, teksti, tema, qa do dali, si do dali, janë koncept i Serenës. Po pra, do vi me të njëjtin koncept dhe Enca dhe do të thotë dua të bëj këtë videoklipin, po dis për Serenën. Njëra që më bën të bërë këtë rrezzohet. Po mirë e bëjmë edhe atë. Po mirë, në rregull. Është okay domethënë. Nëse është diçka që artistikisht del e pastër, ligjërisht është brenda kuadrit ligjor, dhe këtu do të kujdes sigurisht, në atë aspekt atëherë nuk ka asnjë lloj arsye pse mos të bëhet një dis i tillë, madje unë mendoj që Enca do të bëj mastit disit që ke bërë ti, do të bëj ty një dis. Do bëj dis mua. Dhe do t'i krahasojmë pastaj kush është disi më i mirë. Ndërsa ti është modifikosh një artist përmes AI. Domethënë, kjo nuk është diçka reale dhe është ky një mashtrim apo një art. Atëherë, e ke parasysh kjo kuptohet më së miri nëse neve krijojmë analogji. Analogji si është bërë përpara. Tani fillojmë një çfarë bën AI. Ke parasysh ato karikaturat, kartuns që vizatoshin me dorë, që i bënin edhe presidentat e të tjerë, i bënin dëshirë me hund të gjatë, disa fani, kështu. Është e njëjta gjë që bëhet me AI. Thjesht vizatimi në këtë rast vjen nga kompjutri dhe kompjutri e bën thjesht vizatimin më realist. Tani, pjesa tjetër, ke parasysh Saturday Night Live që imitojnë për shembull karakter politikanë të tjerë që vishen si ato mbushen, lyhen, vejnë flok paruke e të tjera. Ai është teatr apo jo? Kështu që edhe kjo këtu është teatr e krijuar nga AI. Kështu që në këtë prizëm, pyetja do të jetë a është të bësh teatr ose karikaturë, kartuni e hishme apo jo? Është, besoj se është bërë me 10 vite, me vite, thjesht teknologjia ka ndryshuar. Si ndryshon ky klipi në ato që ke realizuar ti më para? Tani, unë nuk jam specialist realizim klipesh, por ne kemi prodhuar klipe në të kaluarën për klientët tonë, dhe ka qenë një procedurë shumë standarde, mendoj. Domethënë ka qenë, po ta shikosh, ky klip ka vetëm një sken, që është xhiruar me kamerë. Dhe zakonisht klipet e tjera kanë pas skena të ndryshme, poza të ndryshme, do të tregojë gjithë historinë në vende të ndryshme, nuk i pëlqente ndriçimi, nuk i pëlqente. Madje që mund të bësh taj me AI gjithashtu është nëse nuk të pëlqen ndriçimi, nëse nuk pëlqen pozicioni. Mos mi trego të gjitha sekretet që tani, sepse ne do kalojmë në këngë dhe do rikthehemi pas pak dhe ti hym pak më thellë këtij videoklipit. Patjetër. Faleminderit. Rikthyer sot përsëri live në Top Albania Radio te kanali 100 FM dhe 10 në digital. Dhe kam një pyetje për Serenën, jam shumë kurioze ta di. Jam zonjush se s'mundove dhe këtu, a shef më hyje. Si ka mundësi tani? E di çam sa karriera ime, karriera jote, karriera. Karriera jote tha varet nga unë. O i thash? Është duart e mia totalisht. Nga unë fillon nga unë. Karriera, jo gjë tjetër. Po. Serena, dua të di sa lekë ke paguar ti për këtë gjë? Atë kanë marrë lek apo ke bërë me bashkëpunim apo si ka funksionuar gjithë kjo? Shqiptisht. Ta shikimi më ka vë. Shumë.
Ka shit shpinë, makinën e. Do me thënë kjo Nuk kam lënë gjop pashis. Sa zero shkon ky videoklip nëse unë vi nesër dhe i them Aldorit dua një videoklip? Me qef, diku te 20.000 euro. Po pa qef. Deklarata. Po Pa qef, 8. 8. Okej. Po Serenës? Tash, ka shit shpinë, imagjino sa do një shtëpi sot. Unë më shumë. E mirë që e ke për falas. Unë më shumë. Përshtypjen promovimi i gjithë gjë. Sa ishte videoklipi i parë që ti ke bërë me Serenën. Po, kjo ka qenë, po pra, ta themi ashtu siç është, se unë po bëja shaka. Shakaja gjithë në vërtet. Vlera monetare, e cila i ka kushtuar Serenës ky klip, ka qenë 0. Okej. Por normalisht Serena ka sjellur këngën, ka bërë tekstin, kompozimin, çdo gjë që ka të bëjë nga ana artistike, konceptin dhe çdo gjë tjetër. Ne kemi bërë pjesën realizimi dhe për ne ka qenë një testim. Dhe normalisht pas këtij testimit, unë t'i thash ato si shifra, sepse janë shifra të cilat unë për shembull i shikoj si të arsyeshme për të bërë një gjë të tillë në Shqipëri, themi, me kostot që janë aktuale, sepse dhe inteligjenca artificiale pavarësisht që kushton vetëm $20-30 Po këtu doja të dilja që a ka të bëj fakti se është një pagesë edhe për këtë inteligjencën artificiale në mënyrë që rezolucioni të jetë sa më i mirë. Pra nuk i rritet pak më shumë kostoja? Ti paguan për eksperiencën, sepse ky klip faktikisht po ta marrim vetëm pjesën në të cilën janë krijuar skenat, na ka kushtuar diku te 1 deri në 2 javë. Por neve ne janë dashur 4 muaj për të arritur nivelin e njohurisë që të jemi në gjendje t'i bëjmë ato skenat për 1 deri në 2 javë. Kështu që ti nuk paguan ato 1-2 javë, po ti paguan edhe atë 4 muajorin. Madje tani ne do hapim një departament tjetër i cili do jetë pikërisht për këtë pjesën e AI-t, jo në Shqipëri, një vend tjetër. Dhe atje do janë 5 persona që do punojmë çdo ditë vetëm në këtë sektor. Po mirë, që imagjino çka kostosh ka ajo që duhet rifinancohen. Prandaj unë se këto llogari po bëja. Pra një videoklip normal xhirohet të paktën mund të marrë 1 deri në 2 ditë të plota për tu xhiruar. Nëse kjo do 4 muaj, 2 javë, domethënë janë ekstra, domethënë besoj se çmimi duhet të jetë më i lartë se sa një. Patjetër, prandaj e thash edhe atë si shifër, por ka një avantazh. Nëse ne do bënim një videoklip të ri tani, i cili gjithashtu do përdoresh me të njëjtin nivel inteligjencë artificiale, normalisht kostot janë më të ulta se nuk na duhen prap 4 muaj. Se atë njohurinë e kemi marrë, ato teknika e kemi mësuar, i kemi evaluar. Por tani ka edhe një problem tjetër që çdo javë po dalin teknologji të reja të AI-t, modele të reja, mënyra më të mira, domethënë dhe ti duhet të jesh tërkohës up to date, kështu që researchin nuk e heq dot kur, nuk mund të thuash kam bërë mësimin 4 muaj dhe tani këtu do ri në këtë nivel. Një tjetër gjë që isha kurioze, takimin tuaj të parë dhe sa ja dole Serena, domethënë ai gjithë ajo ideja që ti kishe sa u realizua në këtë klip. Jo, gjitha realizuar, nuk kanë ngel mangut, nuk kanë ngel merak në gjë. Aldora, i step ndonjëherë për faktin që Serena është një personazh shumë i komentuar në rrjetet sociale. Apo ka, domethënë, për të filluar këtë projekt, je step apo mund të ketë kanë edhe një shtys më të madh, sepse Serena shet. Këtë mund ta fajm. Po, Serena shet normalisht edhe është kritizuar nga shumë njerëz për metodën, stilin e saj e të tjera. Për të thënë të vërtetën, kur ti ke arritur një nivel, mendoj siç e ka arritur dhe Acromaxi si kompani ose dhe unë, nuk është se na intereson shumë, domethënë se çfarë thon njerëzit për bashkëpunëtorët tonë. Ne punojmë nga Top Channel-i deri te Renea. Dhe të gjithë e dinë domethënë që ne për ato gjëra që i bëjmë kemi qenë gjithmonë on top për këtë gjë. Dhe pavarësisht se kush vjen te ne, se çfarë opinioni kanë për atë person, e rëndësishme është që rezultati i atij bashkëpunimit do jetë gjithashtu on top. Kështu që opinioni i njerëzve është diçka që ato mund ta shikojnë tani me rezultatin e punës. Patjetër. Tash rripi këto ka tash. Rripi po spati disin nuk Serena, tani ne kemi parë shumë në TikTok përplasje me personazhe të ndryshme. Kjo ka qenë një përgjigje për të gjitha personazhe apo ke lënë ndonjë gjë që do ta thuash në TikTok? Shiko, un kam shumë po këto kanë qenë ato pikante, domethënë që kanë pasur ato më kryesorët, e din? Okej. Që e din, domethënë edhe shqiptarët, me ato që kanë pasur më shumë. Domethënë më kryesorët, këto kanë qenë.
Pastaj pjesa tjetër kanë qenë më shumë I kam te Po kalu. përveç Encës tani do mi listosh pak këta se unë e di që janë çiksi shumë. Po punë herë Enca nuk është vetëm. Okej. Aty. Është edhe me gjithë grupin mbrapa. Pas asaj, gjithë grupin që ka mbrapa. Kush është grupi? Grupi është që me ke krejt aty ke. Prezant I ke. Emra, ne do të dim që Për ti ata që nuk e din. Me sa vjet vjen. Me 30 vet. Unë kam vu një emër këty, I kam thënë grupi silikonave. E kam thënë gjithmonë. Dhe kush hyn në këtë grupin e silikonave? Tash hyn me emra doni ju krejt. Por punësi është Denisa me Kozakun herë, që kanë qenë që janë kështu të port mas Encës. Janë kështu herë, bashkë me motrën e vet janë 4. Edhe në një tjetër janë 5. Është edhe njëna aty pa jashtë huj. Është huj ajo, gruaja Clintonit është huj, kështu që nuk merr vesh ajo. Po është futur ajo aty. E ka hëngër edhe ajo. E kuptoj. Se pi u futu dhe juve pa dashjet. Po ndoshta për ta paraprir pak që mos t'i vinte dhe asaj si surprizë, ndoshta mund të vinte në reagim në një gjë që ti nuk e doje. Me vërtet po më thuj kur dali kënga. Mirë, thash do ma bësh video në TikTok. Marketing quhet ky people. Marketing. Faktikisht ajo do ta shpërndaj, është reklam. Po se s'bën. Është artistike. Se s'bën. Disi është thjesht shpreha e një lloj themi mlefi nati në mënyrë artistike. Disi është po, si që kanë bërë? Qose bëjmë saktë, se jo fshat. Normal. Me Kozakun edhe me Denisën duhet ta hedhin. Gjithë në gjoni këtë gjë. Disi gjithmonë kanë qenë stresi me noizin e tjerë e kanë bë, kupton, nuk është vetëm sot. Ato janë bë kohë më parë, a din? Pavarësisht se edhe të dyja palët, sepse të dy keni energji për të krijuar edhe për të sjellë gjëra të reja. Edhe shumë vëmendje. Pavarësisht që se nuk ka bë femër në Shqipëri, edhe ndoshta mund duket, a din, momentin. Prandaj, nga që gjithmonë janë mësuar pa meshkuj të bodise, se s'ka po, veç në Kosovë ka pas, ku ka pas? Repeje veç aty ka pas. Po tani të them të drejtën. As Kosovë s'ka bë kush kështu si unë. Jam shumë e frymzuar nga ky disi dhe do t'i bëj një dis dhe këtyre gocave të mia këtu, sepse kanë hikur tek Tuto Food pa mua, kanë ngrënë pa mua që turp t'ju vi dhe Po ti do bashë Bjonda Ina. ta ndjekim pak koncertin edhe Ska që ne keni Unë nuk jam fënemrin pjesë e të. këtij disi, faleminderit. Rene, kujdes, Rene. Rene, kujdes. Jo, më se du shumë se Ne për të vazhduar disin do marrim Renen herën tjetër dhe Ti, pak nuk do të Livia, do marrim. t'ja bosh dis me Vlonin ti, ata fuzon. shikoni pak lutem se çfarë kanë bërë pa mua. Shopping është shumë I amël, por është edhe pak I lodhshëm, kështu që ne kemi nevojë të karikojmë pak energjitë. Jemi sot tu te Megatek në brendin më të ri që është hapur, Tuto Food. Një shumëllojshmëri ushqimesh dhe gama nga më të ndryshme. Po pizza ka? Ka desi. Po sushi? Ka. Edhe pasta ka? Ka dhe pasta. Po vesh? Çdo gjë. Goca, ne nuk bijem dakord asnjëherë, por Tuto Food na bashkoi. Gëzuar. Dhe turp t'ju vi dhe për këtë unë disin do ju a bëj të marrë Renen, Aldorin dhe Serenën dhe do iki direkte te Tuto Food. Për të krijuar një vakt mjaft Jemi rikthyer në She's On Air këtu në Top Albania Radio. Kemi dy personazhe që nuk imagjinoja ti shikoja bashk, por po na kënaqin me disa pyetje. Unë jam shumë e drejt për drejt Serena dhe mos të vije keq, por kam një pyetje për Aldorin. Vazhdo, jepi. Troç, ç'a mendon për Serenën, sepse domethënë për vulgaritetin e Serenës. Troç. Shiko, unë gjithmonë flas me statistika dhe me t'jap përgjigje shumë të sakta dhe ne duhet të jemi shumë koshient që I gjithë tregu jon I muzikës është goxha vulgar. Ai do thuash ti ku? Marrim gjën më absurde. Ke parasysh ato xhirimet e vitit 3 me këngët popullore që këndon për shembull Dion Meda, ato këndojnë ato këngë. Kuptoj ku është vulgariteti këtu. Pikërisht, ku është vulgariteti këtu? A e keni vënë herë që ulen familjarët atje 10 veta në Gjermani, në Zvicër, shikojnë atë dhe Meda shumë familjar, jam shumë dakord, por keni parë ndonjëherë mrapa ato balerinat 10 cop me qisme dhe këtu.
me minifunde ose bikini. Pse për çfarë duhet ajo faktikisht? Domethënë që është çështje perspektive. Po pra, unë e shoh shumë skenike. Tani, këto janë gjithmonë elemente. Dhe këto elemente vinë për arsye se ne kemi mentalitetin e Ballkanit. Dhe mentaliteti i Ballkanit ka filluar të jetë i tillë. Është zhvilluar fillimisht nga bullgarët. Ju kujtojnë ato këngët e vjetra që bënte edhe Sabianin bashkëpunim me vendet e tjera të Ballkanit që ishin shumë ekstravagante. Ai është stili jon. Dhe dashje pa dashje ne kemi pjesë të artit vulgaritetin. Por ç'a ndodh? Duke ardhur nga një prardhje komuniste, ku kemi qenë përpara, ku nuk lejohej të nxirë edhe asnjë cop lëkure sepse do varesh edhe do digjesh burg, po, fix. Ne kemi këtë dilemën që ne kemi mentalitetin që duam të jemi vulgar, po nga ana tjetër kemi dhe frikën. Dhe prandaj kur del dikush që është vulgar, ne e shikojmë. Por nga ana tjetër, ne e gjykojmë sepse kemi akoma atë frikën që kalon gjenerata në gjenerata nga prindrit tonë të tjerë që du t'jemi gjithmonë kundra vulgaritetit, sa shuna ka mësuar Xhaxhi Enveri. Serena, ti ndihesh vulgare se kjo është pyetja më e rëndësishme, mendoj unë, pavarësisht se si shohin njerëzit ty. Vulgar, po varet se ku e merr vulgare. Ora thjesht ta ndihesh ti. Jo, po ka shumë vulgare. Ka shumë vulgare, kuptoj, ka shumë llojesh. Se unë jam originale vulgare, ka vulgare që janë fake, që munohen me bë vulgare, po s'janë vulgare. Kjo është diçka që mua m'pëlqen shumë te ti në fakt, sepse ti del me fytyrë dhe nuk t'intereson, je mos kokçarse fare. Unë them kjo jam, po. Po si prej ti komentet? Atëherë, një minutë. Mirë, me qenë se çeka puna kështu, me qenë se më thokan vulgare, atëherë pse çohen këto pro tu bë turk, tu dal bikini, tu dal tu bën rrieta, tu shojte, të bë dise. Jo, përfaqësojnë edhe ato kategorinë vulgare. Jo, mendoj që ka një bim mesatare. Ato nuk i shohin kush ato. Ato thonë jo, janë artiste. Të gjithë shohin. Po themi thojza, No, ne po shahemi para si gjak, kështu që imagjino ti me dal me batwork. Jo, okay, po marr shembull nga pjesa që kam qenë unë që e vogël, që ka herë, ka 4-5 videos, po them sot, a kupto? Mu them ka herë, për shembull, ku kam dalë në për live që kam bërë twerkun. Për shembull gjithë ku kam bërë live-in e parë për shembull me e gjithë din me Kozakun, gjithë çka ka bërë Serena, ai momenti. Pse? Okej, është thënë një tabu. Është po bravo, se un kam thyer tabu. Është edhe tabu. Un kam qenë e parë që kam nxjerr skandalet me reperat. Flasin për artistë që thonë është artiste sepse bëjnë videoklipe të tilla, dalin në koncerte ndërsa live është shumë ndryshe nga koncertet. E lam, po është një të gjose. Ai pse vjen ajo bën si un? Pra atëherë un çka kam dikushi? Atëherë un jam ikon për të bërë, sa jam imiton mua. Po flasim na ndryshon gjithmonë. Jo, s'ka ndryshim, sa e për sa të bëj si un. Të jemi të sinqertë për koncertet, më fal. Jemi pak të sinqertë për koncertet. Kemi koncerte madhështore si ato të Alban Skëndera e Gjata që mund dali me një body, mund kërcej, mund performoj. Pastaj kemi ato koncertet e këtyre artistëve me klikime fake që dalin atje në një sall diskotekësh në fshatrat e Gjermanisë, edhe ato për mua janë vulgare ashtu si këndcejnë atje, ashtu si vishen atje dhe ashtu si sillen atje. Sepse tërheqin vetëm vëmendjen e meshkujve aty duke veshur gjërat më të shkurtra të mundshme, sepse ato të shkretet atje kanë parë një artiste shqiptare që po del dhe po kërcen edhe janë të jargosur pikërisht për atë performancë. Kështu që vulgariteti ekziston edhe tek ato artistë që ti thua që dalin në për koncerte. Po gjikohen jashtëzakonisht shumë. Unë i shoh komentet, i lexoj edhe për artistët të mëdhenj. Aldor dhe Serena dua të di. Ato nuk është puna aty më po. Ore, nëse bë twerk, nëse je për twerk në rregull, je ke bë që fëmijë nuk merr kush më, kupto. Kaç. Nuk është çështja aty se dua të di se si del rrihet, po nuk shkon me dal në rrihet. Për shembull, Janës mund dalin në rrihet, mos dal rrihet ajo kaç. Ku do shkojë? Vulgar lidhet edhe fjalori, unë mendoj. Nuk lidhet vetëm pjesa e imazhit për shembull të twerkut. Unë mendoj që vulgar mund të lidhet me pjesën e fjalorit. Po Cardi B ka qenë striptise por është apo milionere, çfarë do të thonë këmu? Jemi në Amerikë, po sigurisht. Më fal, po të ulesh në tavolinë me shumicën e artistëve tonë sot, 95% përdorin fjalë që do t'i mbyllësh edhe vetë veshët sepse fillon të mësohesh vetë keq. A je ti një nga këta? Unë s'jam artist. Jemi se ti ke dalë me mua këtu, nuk ka shmash, origjinal. S'jam artist dhe zakonisht nuk ulem. Dua të di tani. Si ju të dy i përballoni komentet në rrjet? Komentet në rrjet. Por zotën atë presionin. Çe dim që nuk e çan kokën fare. Nuk është, jo, nuk është. A je diesh me Serena ndaj këtyre komenteve? Po mendoj që dhe Serena ka atë sweet spotin e vet. Unë e bën më shumë se ç'duhet që ta te kaloj. Jo, unë kam i gjoshif mu kur
në momentin që unë e kam pa, domethënë pjesën e komenteve, në momentin e parë që kam në portale kështu, unë kam thënë diçka vetes, kam qenë live shumë e vogël, kam qenë 16 vjeçe, edhe kam thënë që po hyj në kësaj fushës, domethënë këtë rrugë që jam unë, kështu rebele, kam thënë që unë nuk do shoh më as, nuk do mbaj përshtypje as i xhamo. Por ndaj fike atë, krejt. Serena është një vajzë që mund të preket nga komentet negative dhe fyese? Hera funit që kam qajt ka qenë Miss Universi, edhe nuk kam qajt më në publik. Kam qenë 16 vjeçe që kam qajt. Pas kamerave? Masane nuk ka shans më ose ka po jo pyet aty ta ke kam fik Chelsea aty dhe e kam hell Chelsea. Ndihesh më sigurt që ke mamin dhe babin tënd pranë që të mbështesin? Ai sigurt, normalisht se familja duhet, se pa familjen normalisht unë familjen gjithmonë e kam pas krah. A din çdo kohë unë kam, nuk është se tash i kena pas ato polemikat tona, ato ngatresat ato gjën, po më shumë unë kam pas krah, nuk është se gjithmonë babi mami kanë lirshëm, e din? Gjithmonë nuk kanë qenë ato prindë që me mshtër, unë bires mami jem ka ardhur ku kam bë klipin. Unë gjithmonë unë e kam përmbrapa, gjithmonë ndihmon edhe edhin kam gjithmonë kudo. Serena se më devijove çik pyetjes. Po. Kur ka qenë era fundit që Serena ka qar pas kamerave? Ja funit. Po. Nuk çaj unë. Unë çaj vetëm krevat. Desha me thënë, kur kam qajt. Dhe jemi rikthyer në këtë pjesë tjetër, jemi me Aldorin dhe Serenën dhe tani në fakt doja të ngacmoja pak se jemi 10 ditë larg fillimit të Big Brotherit. Dhe doja të pyesja Serenën, a do doje të bëhesh pjesë dhe çfarë do sillje ti ndryshe nëse do ishe pjesë e Big Brotherit? Ja bëjmë të dyve këtë pyetje. Patjetër. Do i vinte Radha dhe Aldori. Ranchëm oj. Çfarë do bënte Serena? Çfarë do bësh më Aldor? Për shembull, ja, unë ti u futëm tani Big Brother. Ja, u futëm tani jena Big Brother, në momentin e për çfarë do kishë bëu për shembull. Jam pyetur disa herë për Big Brotherin, edhe këtë një emision këtu te Top Albania Radio. Dhe un kam thënë gjithmonë që në mënyrë që un mund të shfaqja talentet e mia në Big Brother do të ishte do të krijonte mundësinë që atje të bënim seks. Jo. Kjo më thil. Ishte imja kjo, vazhdo. Kjo ishte imja. A mos ka ndonjë gjë që nuk dim ne këtu mes jush? Jo. Jo, sigur sepse ma ul shikimin. Duhet të ketë jemi punëtor serioz, lutem shumë. Atë Big Brotheri duhet të ishte diçka në një, domethënë, personat në Big Brother me të cilët unë do doja të konfrontohesha. Do të ishin persona të cilat edhe mund të jepnin nga vetja e tyre mjaftueshëm gjëra intelektuale në mënyrë që dhe populli dhe shikuesi i cili e shikon Big Brotherin të thotë wow, sa interesante kjo bisedë, sa interesant ky diskutim, edhe jo vetëm kapje nga flok, shpullash dhe gjëra të tilla. Kapje nga flok është 1 minutë, se kapje nga flok është dy kuptime këtu, për 10 sekondë, se nuk është pritshmëria. I sekond. Pritshmëria kundër realitetit, domethënë. Po, shumë e saktë. Shiko, po flasim pak më parë tha ne jemi një popull vulgar, se ne kemi Ballkani dihet që është pak edhe më agresiv në thonjza apo më impulsiv, kështu që si mund ta presësh ti këtë në një Jo, unë mendoj që ai nat që në atë rast për shembull duhet. Ai ndoshta ishte totalisht justifikuar. Por unë mendoj që ka 1 milion mundësi të tjera për ta shfaqur atë natin. Madje unë jam i sigurt, nëse ti atë personin do ta bësh të rrëzohet ashtu si rrëzohet mbas shpullës, mund ta rrëzosh shumë herë më bukur me fjalë, madje në atë lloj forme që mos të çohesh më fare. Po, si unë më shih. Kjo bëhet, por do ti çfarë do bëje ndryshe? Do një shpullë intelektuale. Thashë do byth kjo punë. Ajo po pyetje. Po, ja. Do bëje ti në Big Brother? Po tha ajo do bëja. Unë Big Brother, po unë do, a di si do kisha hyrë aty unë? Në momentin që do kisha hyrë aty do e kisha fik çdo gjë që kam kaluar mbrapa dhe e kisha kaluar, kështu kisha thënë vetëm këtu përpara jam tash, s'ka më. Dhe kaq. Çfarë vite përpara do bosha? Serena, ti a je në një marrëdhënie? Do isha për marrëdhënie? Po. Ja, po të isha marrëdhënie unë do isha publike, s'ka shans. Tash i marrëdhënie unë të bëj klip kush më lën më keni lidh mua, s'm kishte lënë kush marrë këtu me këtë. Ti do kisha ndajë me dikë që nuk do të kishte leju të ruajsh. Jo, po do lidhsha publikisht. Unë kam këtë gjë. Publikisht, po pra.
me dike që do të kishte penguar në atë naturalitetin, në atë natyrën tënde, nuk besoj. Jo, në natyrën, po tash siç je single, më thuj tash ti. Në momentin që Serena kur je single, mendoj që kush duket. Jo, unë kam i gjatë që unë kam lidhur. Ta vi një kërkesë me shumë lekë që të heqë gjithë video ke. Një minutë, unë kam i gjatë, prit tash. Një minutë. Unë një herë jam lidh për zotin, një herë jam lidh Marionin me shokun e ishit tan. Se një vjen keq, nuk. Ja se do të më bëj disa ti me Vlanit, për 10 sekonda, do të. Bosh me atë Marionin, do ja bëj disun. Aldo që më na bë disi. Mirë, se po ta lajm dot ty. Ma lën mua, jo asoj, ma lën mish me këtë punë. Qysh atëherë nuk jam lidh, unë s'jam lidh ndonjëherë, unë s'jam lidh kurrë, një herë jam lidh për publik, s'di unë s'jam lidh ndonjëherë kështu unë. I jam lidhur që jam lidhur për portale dhe s'di gjë çfarë do të thënë lidhje. Ti do mund ta thush. Po thua. Po, unë s'di çfarë lidhja, këtë e di. Dashuruar vërtet me Arionin? Rrugë bu dashurum, rrugë për nesh tash ti. Ti ke bërë një deklaratë shumë të fortë, ke thënë që do xhiroj një video me përmbajtje pornografike. Me ose pa Arionin do ta bësh? Ja, akoma aty mendimi? Ja, do pyesim Aldorin tash. Ata bëjnë në atë fushë. A do ma bësh? Do ma bësh? Në atë fushë kemi hyrë. Do ma bësh atë kiti që do ma bësh, lutem vëllai. Do ta bëj. Nëse René vazhdo Një shifër para shumë të majmë. Po, kjo është pyetje. Deklaratë Do këtu. funksiononte edhe për promovim të tjera të videove. Për Serenën, Po ne nuk jemi të specializuar në fushën e prodhimit të videoklipeve pornografike, por jam i sigurt që mund t'ju referoj atë 1 milion kompani të tjera të cilat janë super të specializuar për atë gjë. Okej, bën punë dhe kjo, bën punë. Po mirë, kontaktet bëjnë punë. Si Kim Kardashian. Po çfarë shifre do t'i vendosit ti në qoftë se do pranoje për ta krijuar një klip? Ku kena ardhur për të klipin? Te po. Shiko, faktikisht prodhimi i materialeve pornografike nuk është në botërisht diet nga ana buxheti, se unë kam punuar edhe për industrinë e filmave dhe atje bëheshin edhe krahasime me atë industrinë tjetër, e cila ishte tabu atëherë. Dhe ato kishin kosto shumë të ulta prodhimi. Zakonisht ato kanë kosto diku te 10-15.000 euro për një film të shkurtër, një sken, jo film, sken të shkurtër. Në mënyrë profesionale. Domethënë aq sa një videoklip këtu në Shqipëri, aq janë kostot. Por siç ta thash, nuk jemi fare të specializuar në atë fushë, nuk e di. Kjo ishte pyetje me stil, me të futur. Nuk di as nga ana e regjisë, nga ta nisësh, nga ta mbarosh. Wow, si nisë Maron disa shpejt. Ajo është pastaj. Për 5 minuta. Ato quhen pastaj video amatore, por çdo fush ka profesionistët e vet. Edhe atje në atë fushë ka profesionista, ka kompani që gjenerojnë me miliarda. Pa këto nuk publikohet. Po se Konfirmojmë ne. Nuk konfirmojmë do po bëj një raid. Nuk po flasim për platformat si OnlyFans për shembull. Kupton se ato janë. Por un kam parë që ka shumë artista që kanë platforma OnlyFans, nuk edhe Enca kishte. Edhe ti ke. Unë ajo po. Një pyetje kam, bën lek atje? Unë ajo jena, po tash unë jam marrë se jam me Sa fitime ke nga OnlyFans? Se kjo është shumë interesante. Sa fitime ke nga OnlyFans? Na mori punën kë. OnlyFans jo, shiko, varet se sa kërkuar je, e kupton? Po çdo muaj pra një vit ta merr. Nuk e shikoj unë aty. Nuk jam se nuk fokusoj tash leku nuk tregohet tash ti të shumë. Po jo kaca goca. Bëjmë pak më të thjeshtë për Serenën. Për shembull, zakonisht ne përmendim zerot. Në numëro zerot që për shembull nga OnlyFans. Ja, po them unë gjë. Për shembull, makinën që kam bler unë ishit tem para 4-5 vjeç. Ka bën atë kohë, e kam ndihmuar unë, ka bën 5-6.000 euro në atë kohë, imagjinoj tash ti. Un kam dëgjuar me veshtë mia një gocë shqiptare në Itali që për një vit në OnlyFans kishte arrit 100.000 euro. Jo, nuk ka shans. Në Shqipëri nuk ka shans. Jo, gocë shqiptare në Itali. Në Itali nuk e di në Europë, por Shqipëri nuk ka shans. Në Shqipëri janë rrena. 5 këtej, 5 andej. Edhe po studioni edhe prit. Ajo, kjo tema e OnlyFans-it, që është njësoj si kjo e YouTube-it. Njerëzit mendojnë gjithë se YouTube mund të bësh milioner. Po, mund të bësh milioner. Por jo çdo njeri bëhet milioner, sepse duhet të kesh strategjinë e dur, kontentin e dur, duhet të gjesh audiencën e dur dhe besoj është e njëjta gjë edhe në OnlyFans. Është vështirë. Sepse në fund content video është. Po është vështirë për zotin. Është që ja një minutë. E hapti për shembull. Ndoshta Serena nuk mundet. E hapti për shembull OnlyFans. E hap OnlyFans kush ta dyshë më milioneri.
Nuk e besoj. Kush ta ty se je milioner? Kush ta? Po e pyesja, sepse ta jo çdo njeri mund të bëhet milioner. Dhe unë e pyeta, mendon se ndoshta dhe Serena nuk mund do të bëhet milioner? Se duke mund të s'bë milioner. Unë mendoj që çdo gotë çdo gotë shumë profesionale përgjigjejme, mos më rëzit. Tani çdo gotë simpatike. Sa do ta kthej unë? Çdo gotë simpatike mund të bëhet milionere në OnlyFans nëse strategjia e kontentit është e duhura. Çfarë do të thonë kjo? Jo shiko çfarë bëjnë të tjerët, edhe bëj të njëjtën gjë, pa ato që janë të suksesshëm. Mos bë atë që mendon ti, sikur do jetë e bukur, vetëm se të bëjnë likes njerëzit në Instagram, nuk do të thonë që do vi dhe do paguajnë për atë gjë. Dhe faktikisht në OnlyFans kam lexuar disa raporte, ky vulgariteti, se tani e dim OnlyFans për gjëra vulgare është, por vulgariteti në OnlyFans do të jetë me stil dhe art. Për ndryshe, atje kam lexuar nuk arrin dot të bësh ato shifrat maramëndse. Do të thonë thjesht të tregosh atë gjën që ne e dim të gjithë se çfarë mund të bësh. Mund të them në fjalë që më ka tregu këtë shifra nuk ka as pik arti, thjesht në ekspozim. Në fakt të diçka në Serenën se si mund të na shpjegosh me fjalë. Po ja ta shpjegoj unë ty me dy fjalë. Ti mund të hapësh, okay, mund të hapësh OnlyFans-in, ti e hapën në rregull. Ty ndoshta nuk bën kërkush subscribe aty, ç'të bësh ti? Aty pa bën 1000 euro nuk kalojnë lek në bank, s'ke shans. Pa bë 500 euro 1000 euro nuk ka shans me marr as i cent. E mor me një shifër. As i cent nuk e merr, nuk e merr. Nuk merr as i cent. Merr Aldori nga kjo. Nuk marrën nga ajo. Aldor po hynë në bashkëpunim Aldor. Mendoj që OnlyFans është një, si quhet, një aplikacion që ka lidhje me perversitete, kështu që nuk mendoj që është arti, por në lidhje me diçka që më pëlqen Serena për këtë arsye, për një, nuk e di, po është platformë amerikane. Po sepse kush paguon për të parë një gocë? Jo, shikoj që mund Serena, I gjeni gjithkund. Jo, Serena, nuk është diçka që ti duhet të kërkosh varet se çka kërkon aty. Ti për shembull ka fiksim me pa aty, duhet thot un komt nga ti thot. As gjë tjetër. Sepse fola për perversitete, sepse pjesa e këmbëve është për dikush që ka një fiksim me këmbë. Jo, është thjesht ka fiksim, është në formën e artit. Është fetish ajo, nuk është pervers. Është fetish. Nuk mund nxjerrin këmbë tash i kapet nxjerrin gratë huja, vajzat huja do nxjerrin këmbë aty se kush e për. Sa Po, për shembull, të them diçka se do ta shikosh çike edhe nga ana historike, se ndoshta nuk e njeh atë gjë se ka shumë kohë që ka kaluar. Për shembull, një nga emisionet ose prodhimet në tregun e pornografisë më i suksesshëm që kanë bërë shumicën e lekëve dhe nuk e ka kaluar asnjë prodhim tjetër, është ai i një emisioni që quhej The Bang Bus. Edhe kanë kopjuar tani së fundmi, për shembull kjo që u arrestua, ka një si tip fugoni që shkonte vend për vend. Po ky është një koncept i vjetër. Dhe ky si e ka bërë lekun, sepse ka kuptuar që okay, thjesht të xhirojmë atë gjë në një skenë është boring. Kështu që kanë marrë një fugon, edhe me atë fugon nuk e kanë treguar thjesht merr gocën fugon, krye marrëdhënien dhe filmoje, por gjithë mënyra se si i bindnin gocat që i kapnin në rrugë për të futur në fugon ishin reale ato të gjitha. Në fillim, do të thënë pastaj ishin me aktor reale, thjesht bindja, flirtimi, ngacmimi, mënyra se si flisnin ato të dy, që ishin dy super aktor faktikisht, po ta marrim nga ai aspekt, e bën atë emisionin pornografik më të suksesshëm edhe nga ana e lekëve dhe audiencës në botë. Po pornografia ka një tram. Në përgjithësi. Ka një tram, domethënë, nuk e flas nuk njoh. Pse tram? Trama, si quhet shqip? Jo drama, po trama. Një trama, domethënë një skenar, si thohet. Një skenar. Po ka kjo është, po domethënë këtu në këtë rastin konkret pornografia në vetvete nuk ishte suksesi, por ishte çdo gjë. Por nuk e gjej dot në OnlyFans, a nuk janë fotografia? Por në story funksionon. Si OnlyFans si funksionon, nuk janë fotografia, nuk e di. OnlyFans është platformë, zemër është platformë, thjesht aty për shembull do futesh të bëj subscribe, futesh me email, futesh me kartën e bankës. Jo, po për pjesën e këtyre. Content, mundesh ç't kërkojnë ato. Ç't kërkojnë fansat, e kupton? Ke shumë 200-300 fansa. E morën vesh që në një marrëdhënie nuk je. Po kush janë ato top 3 cilësitë që do doja patjetër ti kishte partneri jot? 3 cilësitë. Ketë sy të Renes. Zërin e Renes. Atëherë, ta ketë emrin Aldor.
Se vetëm Facebook tash. Çesi po. Faleminderit shumë për fjestim. Ua, asi. Si ban si turpshe Aldori. Ama tash pse Aldori nuk, m'falni se jeni gjitha goca këtu. Pse kush nuk da donte Aldorin për partner? Prit tash, një pyetje kështu. Po e këtë do i them, Çesi. Kush Jo. Aldori, ja bëj disin unë, ja bësh ti. Do pëlqen domethënë Aldori, Serena. Jo, ngjem, shifa, unë Do ishte Aldori një kështu person ideal për Të bëjmë shaka. faktikisht unë jam tip kështu e çmej, unë kupto, më duhet një person me e din që të më stabilizoj pak atë, po. Ti një të dy, se po ti të dy. Se partneri jot i ardhshëm do të thonë unë nuk dua që ti të punosh më në OnlyFans. Të mbyllesh çdo gjë. Ja, s'ka shans, nuk pranoj asnjëri. Po kështu pra është të fusë pak në Jo, thjesht jo nga koka ti me kështu si unë. E kuptova. Jo që të ndryshojnë mua, me ndryshu mua s'ka shans. Nuk e parë gjë kur. Mirë, pra ne po kalojmë në një këngë dhe rikthehemi pas pak me disa pyetje të tjera pak pikante. Okej. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dhe në fakt ne nuk mund të kishim Serenën këtu dhe mos ta ngacmonim pak për këto emra pikant që i ka bërë dhe Disin. Kështu që do na japësh nga një përgjigje për secilin nga këta personat, se çfarë, domethënë një mini dis që ti do t'i japësh këtyre personave. Dhe unë do ja nis direkte me Encën. Enca po punë si herë s'ka lidhje fare as me Turkun, as me as ta harrojnë. Le çata kardinal ajo. Se po ti kardinal hajt se do të jesh mund të jesh elegante, e bukur. Okej, mund të themi se në rregull. Se vendosim disa rregulla për. Tashi, jo, po ti nuk mund dalesh ti të thon un jam kur ti nuk je, kur nuk ban. Tashi ti nuk, ajo nuk ka për Turk. Tashi del ajo thot un jam, tashi ti si, a kupto? Okej, nëse je, okej, po themi bon. Ti nga një koment vogël për secilin emër s'ka nevojë ti bësh dis, po ndoshta tash një tu rraf aty për pllaka aty, thot un jam ç'a është? Okej. Ndrat mikrofoni. Një cit sa kujt jam, tash çap. Ne të gjithë për ta balancuar pak se Jo, po tash po jo shumë saktë, balancimi. Unë kam funksionalitetin. Bëj çka avokatin e popullit të djallit, varet si e quajnë. Djallit bëj këtë. Shiko, është e vërtetë që ne kemi një kështu një talent për të kapur gjithmonë me gjërat që janë ndryshe të tjetrit. Edhe në këtë rast, Serena kapet me ato gjëra që janë ndryshe të Enca. Tani ajo gjë që është ndryshe për ty, është gjë e keqe, se ty të pëlqen ashtu si je ti. Po ndërkohë, ajo ka hyrë më dëgjon. M'fal zotri. Po pra 2 sekonda, le ta them. Po mos më ndërprit. Këtë gjë Serena ndoshta për strategji nga që shet emri Encës. Jo, as pak s'kali. Ajo ka hyrë unë, nuk ojti, shif mua, ajo ka kënu balada herë, s'ka lidhje fare. Ajo ka qenë këngëtare herë, baladash. Ai s'është ka kënu herë. Ai s'është ka kënu, nuk ka bënë herë Turk ajo. Edhe nuk është majt herë ajo për tash tani. Sa më të herë për rap, as për dis, as për asnjë gjë. Edhe në një institucion vetëm pak absolutisht i vetvetja, vetëm pak respekt. Po tash ja them realitetin. Çfarë kam bërë? Por ajo nuk është për rap. Ajo nuk ka qenë për rap. Çfarë lidhje? Jo, ajo s'është për rap, unë ja them sy bjerë më këtu në studio. S'ka kanë herë për rap ajo, nuk është për këtë punë. Okej, Enca Serena thotë që ti nuk je për rap, më lutem ndro drejtim profesional se nuk mund të vazhdoj. Po s'është se ajo ka kënduar, ajo është këngëtare aty të çon, nuk kam dojë të kënga unë këtu. Ky është opinioni që do të kuptosh. Ky është një opinion i Serenës dhe Enca ka një opinionin e vet për Serenën ose njerëz të tjerë. Dhe shikoj ç'a ndodh, neve me anë të artit provojmë të ngrejmë fan bases, domthon grupe njerëzish që besojnë atë gjën që themi ne dhe kanë të njëjtin mendim. Serena ka art fakti që po përdorim AI-n, domethënë sa art mund quhet më AI? Ja, art është ai personi që ka idejuar gjën dhe krijon atë gjën nëpërmjet AI-t. AI vet nuk ka bëj, ka bëu. Nuk mund ta shikoj dot Serena dhe thot, se kjo do bëj po, nuk bën dot. Në qoftë se do ta vinim në krahasim pak art pra të artistëve që japin goxha nga vetja e tyre edhe në klipe edhe në xhirime, sa do quaj i njëjti art, pra a prish punë në këtë shpirt. Jo, unë mendoj që ky AI do japi vlera më artistike rezultateve që do krijohen me atë se sa thjesht arti që kemi parë deri sot, sepse imagjino tani një Picasso atëherë ka ndetur me muaj të tëra për të vizituar një pikturë që ne sot e shohim për 30 sekonda, themi maksimumi 1 minutë dhe themi wow.
çka ka ndodhur në vitet e fundit, ne krijojmë videoklipe, filma të cilat duhen 1 javë, 2 javë, 3 javë të xhirohen që themi wow. Dhe me AI ne thjesht kemi shkurtuar kohën në të cilën ne mund të krijojmë gjëra për të cilat neve na duken si wow. Kështu që AI është zhvillimi më tejshëm i artit. Nuk është se po e prish artin ose po tjetërson atë, sepse gjithë gjërat që ne kemi krijuar këtu me AI janë gjëra që mund të kishim bërë dhe ndryshe pa AI, por thjesht na kishin kushtuar më shumë kohë, lek, buxhet dhe mundim. Dyshja jon tani dua një mini disc tjetër për një emër tjetër shumë të përfolur që është Mate ma lën gjysi mua atë. Mate ma lën gjysi mua atë. Edhe sa pjesën e vulgaritetit, për ti se konsum thonë, më thojnë mua këto. Po jo si katara ti me pankort, të thonë një kardinal, nuk është vulgare? Se ju po na thokeni këtu ju. Shpirt, neve në asnjë moment nuk po Jo, po tash a deshet vulgaritetit. Po, jo, kjo është që ka mënyra të ndryshme se si ne e shfaqim vulgaritetin i gjithë, domethënë të gjithë artistët e tjerë. Po rregull. Personalisht ne kemi Serenën këtu, do pyesim Serenën për vulgaritetin që ajo zgjedh të tregoj. Kështu që se jo, unë po them fansave, nuk është, jo, nuk e kam më, unë po them kështu publikisht për që ta dëgjojnë një. Shqipe Ysenaj, madje shqipja është përfolur shumë për deklaratën që ka bërë për ty, që të thajë llumi i njerëzimit. Të kujtohet? Po, që jam zonë, po me te. Më bëj një mini disk, ky është momenti që ja ktheva, unë i thash, ku është shef llumin ti? Thash, ku është shef ti se kam respektuar unë veten. Tash aty në përputhën ke qenë. I thash, çka ke bëti në përputhën? Tash a kanë dalë emision, se po të them edhe ju, a keni dalë emision? Tash në emision ç'a pret ti? Po mirë. Në emision nuk do dalësh kështu ti, se më qenë ashtu vajze, më qenë ajo shqipja, se po thon ka ashtu për mua. Pse shkon atje po me zgjedh dashur? Shkojnë martohet jashtë kamerave. Mundesh të ma bësh një mini disk përderisa dhe je futur në këtë botën e rap. Mini dis shqipja o shqipe dy lidhe me hip hop si ki. Shqipja e ka disin e bom, ja kam thënë edhe aty në emisionin, edhe ja them prap, ja them. Por të theksojmë diçka. Televizori nuk është sinonim me vulgaritetit. Domethënë një gocë që pjesë në një emision nuk ka se pse të quhet vulgar. Ai jam sa mullumi, tash ti nuk më thosh lumi. Lumi njerëzimit, lumi njerëzimit ti nuk më thosh se ti ke. Unë nuk e di se me sa ke shku ti. Për shembull ti ke qenë para. Nuk është e rëndësishme. Domethënë unë mendoj që njerëzit duhen respektuar edhe një vajzë që vjen të thotë që lumi është gabuar. Unë shqipe nuk e di se sa mund të kenë ndruar aty. E po unë e them se kam ndruar kët. Kjo është ndryshe. Për shembull shqipja ka thënë një deklaratë që kishte diku te 6 vite në mos gabohem që nuk kryente marrëdhënie. Se këtu se e kam këtë mohase, bravo se më përmeni edhe kjo. Ja, këtu më dil temti, bravo. Tash kujt i shet ajo kam 6 vite unë. Çfarë do të thonë ajo? Mund të them edhe unë kam 4 vjet pa shku, po tash atë gënjejm, atë rrejmë ne këtu. Për shembull në një gjë është mundur. Jo, është e pamundur për tipin asaj. Jo, deklarata e Shqipës është një gënjeshtër. Ti nuk e beson që Shqipja mund të ketë Livia 6 vite. Mendimin e Aldorit. Do të kuptoni diçka. Po puthën, për çka ka shkuar? Për më nej vizhëresh apo me çet burr? A me majt vizhërin, tash për çka shkoni ju për puthën? Fakti është që doli pa burrë dhe mbase nuk. A ke shku? Për çka ke shku për puthën? Ligia kishte edhe me ty se të tha ju. Jo, ma ti ke qenë për puthën, për çka shku për puthën? Jo, s'ka problem, domethënë unë jam një nga ato. Ja drejtën, ti ke qenë një nga ato, bravo, ha. Jo, unë jam një vajzë që ka marrë pjesë në përputhën, e keni pa unë, dola me opinionisti, nuk dola me e lidhur me askënd aty pranë, si më than. Mirë, për çka shkohet aty? Unë kam përfaqësuar vetin, nuk mendoj të kem tregu vulgaritet, kështu që unë mendoj që gjërat duhet të dahen në sensin që secili tregon vetin. Edhe jo të marrësh pjesë në përputhën mund të quhet vulgaritet. Nuk mund të thonë mua jo se ti ke shku më shumë njerëz i llumi njerëzimit kur ti ke shku përballë 15 çunave. Nuk mund ta thosh ti. Ti me ke dakord, sepse edhe unë jam një nga ato që nuk kam sepse ty të shaj, unë të respektoj natyrën tënde, atë që ti përfaqëson. Domethënë nuk je si unë, nuk do rri me ty. Ne si normalisht do jemi, është e vërtetë. Është shumë e gabuar që ti e ftuar në një panel ku edhe ajo merr pjesë edhe të thotë ti je llumi. Kush është ajo për të thënë ti je llumi, okay? Ti ke shkruar me lloj njerëzish, thosh po ti çka ke bë, ku di unë se çka ke bë ti, thosh unë. Mirë, unë pasam tregu, po ti? Aldor do na thuash për vitin për Shqipen. Jo, nuk kam mendimin për Shqipen. Madje për të vërtetën sapo hapa në Instagram të shikoj kush është. Kjo tregon artistës tënë të rej, tha ti je llumi njerëzimit, tha ti ke shkuar edhe njerëzish. Ja, po duke dëgjuar, ju do të kuptoni, ju do kemi diçka që nuk do t'i merrni shumë seriozisht. Jo, ti seriozisht, unë aty nuk i kam fol asaj unë nuk i atëherë audienca kur shikon përputhjenin, shikon një emision që të zbavitet, entertainment. Kështu që dhe njerëzit që janë atje, unë ja ktheva pro. Po më dëgjoj pra deri në fund. Kështu që dhe njerëzit që marrin pjesë atje, brenda një teme që është dating, njohje të tjera, krijojnë, aktrojnë për të zbavitur popullin. Ti çai thu këty nëse më thonë mua kështu. Po më dëgjoj pra tani brenda asaj ka një etik. Jam dakord nëse ka qenë llumi,
atëherë të argumentoj pse e llumi. Por me argumenta, thash njerëz, me argumenta intelektuale. Ndërkohë, emisionet si përputhen atë temë kanë. Edhe në Big Brother. Aldori edukon si më thani, e mbështetën mbrone. Edhe në Big Brother, ato atje mund të jenë rraf me shpulla, me grushta mund të rifen, por është eksperiment, sepse është pikërisht eksperimenti që ti fut ato njerëz dhe i mban atje mbyllur, i jep lojra, i jep sfida. Ore eksperimenti po thotë ti je kështu ha ktheja tash ti. Po, edhe ai përputhenit atje është një lloj eksperimenti, sepse njerëzit atje brenda se Livia ka kuptuar shumë mirë. Ja, po dakord, ajo është kundra, faktikisht nuk do lejohet thot llumi, po është tjetër. Nuk e mbështet skurr një person që shan dike në ekran pa e njohur. Pa ajo ndodh, shiko, ajo ndodh dhe duhet të kalohet dhe të shikojmë përpara, gjejmë gjëra më të bukura. Mirë, është një gjë që ishte për të Sofrelen që është gati për të lëshuar emrin e tij. Jo, çdo gjë që kam kalu do të përflitet këtu se janë bë buj. Një listë të gjërë emrash, jo shumë gjërë, po e themi për efekt dramatik. Unë kam një kuriozitet shumë të madh, sepse ti kur ke qenë tek podcasti im ke përmendur që Lart Vasili ka qenë një person në listën tënde që ti ke dashur të kesh marrëdhënie me të. Dhe më vonë të kemi parë në disa video në rrjetet sociale në të njëjtën natë që ne në fakt jemi takuar te ai eventi që kena qenë po. Kemi qenë shumë njerëz. Edhe unë do doja të dija përshtypje ndonjë mini dis, ndonjë çfarë ka ndodhur, ndonjë lajm mbi. Me Laertin kam qenë në emision në Prishtinë. Kam qenë në emision po, në Prishtinë. Kam qenë në emision në Prishtinë, nuk ka dalë akoma për vitri del. Tesh do me pas sinqeriteti jot deri ku shkon me Laertin, sepse unë di. Ti din. Edhe Rejnë din, bro. Përgoni të tjerëve që s'dim asgjë. Kush nuk di? Ne që për nuk dim gjë. Ju treja nuk dini? Jo. Po, di gjë ti Aldor? Ose ka diçka për të ditë? Shqipe ysa do diun se kush është. Shiko, unë e kam thënë te Rejnë, e kam thënë që përdesa kena shku të shi në emision bashkë në Prishtinë, tash rruga është shumë e gjatë. Dhe gjithë ajo rrugë e gjatë, tash i lutem shumë. Nuk di si do kalohet pa ndalesa. Po pse vetëm në Prishtinë? Nuk e kuptoj se si mund. Stanca midis. Po ja, po të them tash një konkret ku e dika edhe kjo goca që tha. Kjo zënjusha që ta keni qenë në Prishtinë, ju kemi parë në Prishtinë bashk. Edhe po ja them ju dy aty që rrini aty që e dini shumë mirë. Jeni mbledhur ju dy aty. O ju është se jam mbledhur aty, po e din shumë mirë atë po të. Serena shkurt. Ke pas ndonjë gjë me Lart Vasilin? Po jo. O zemra, po unë desha me lan surprizë për vitri se unë kam nxjerr zemra kam nxjerr aty që jam shtatzan. Kam nxjerr aty një kështu një fletë, që unë jam një fletë ekuj që jam shtatzan. Mund doja ta lija surprizë faktikisht. Ai është ekskluzive. Dhe atëre ekskluzive po e them këtu. Po je fjali të plot, të lutem, se s'po postojmë foto të dalësh. Shtatzan apo jo? Tash unë e lash surprizë më për atje, e kam bënë emisioni atë. Tani ti e kam nxjerr këtu te ne. Po mirë, po ja them juve se tash ju ke. Jemi veç ne, veç ne. Po kam hanë se si do bëj klipit pas e po çështë ta zonë. Nuk e di se si do përballoj klipin ke Aldori. Kompletisht me ai, pastaj e gjitha. Fotot i kemi marrë, kështu që s'kemë nevojë të vish. Faleminderit. Do të thënë Serena është shtatzane. Po tash po lere tash për surprizë, lere për vitri. Tash pak barku, shtu tash pak barku. Je me Lart Vasilin, po ku ka bark se. Po prandaj pra. Jo më se shiko tash. Unë me Laertin kena bëj emision, seriozisht e kena bën Prishtinë. Një emision për vitri, e kena xhiru, po më herët po çdo do hidhet për festa. Okej. Edhe tani unë Laerti jemi çik më të afër se ç'duhet. Kemi kështu si marrëdhënie. Më thej thash, marrëdhënie intime. Më thej thash. Kemi kështu komunikim thash. Kamerën se na ke po, mos na vë kodore se na ke po. Kam qenë prezent me popcorna. Ti ke qenë prezent të vornesh, edhe Livis dhe ke thonë ai Valena, si ka thënë. Çfarë disi do më thej thash? Çfarë disi? Më thej thash. Në krevat ku? Do bësh një dis tjetër tani? Dhe është një personazh që mendoj se duhet ta kesh gati disin. Dhe flasim për Arion Lulin. Ai ka 4 vjet se s'është gjallë. Është gjallë? Bëj një mesazh. Thuaj dedikoj diçka. Ai e gjallë, burkuj e mora. Hajde si ata shi orë do të prit mora. Kena ata 4 orë do të prit. Po s'ka çfarë se kam ngel shtatzon, kështu që të kam zëvendsu. Ja, e deklaroj. Po do na bëj xheloze Livia me Renën nga frikë. Po Laertin. Çfarë do doje?
do doje çuna po. Se mos na bën xheloze Livia me Renën për Laertin. Jo. Dhe tani juve treja. Pak shumë nga brenda, po do përpiqesh. Seriozisht? Të bënaj drejt mirë. A vërtet? Ja se nuk bëni xheloze, s'o më mendja. Ka një pëlqim Si jam mbledh të dyja atje ti kështu jam mbledhur me veti. Po tregon ti vesh mos marrov televizionin. Se gocat mendon që duhet bëhen xheloze për Laertin? Po i kam pa i çik kështu si afër. Po se kishe xhelozi I kam pa i çik. Dia që ishte për Laertin. Po ti për shembull ja Renim kanë thënë që nuk i flet më Laertit që sa ka pa me mua për shembull. Është e vërtet? Kjo nuk është po interpreton gabim. Deklarata. Deklarat po interpreton siç do ti. Jo, është e vërtet ajo, drejtën. Jo, nuk i flas, por nuk i flas, por jo se ka qenë me ty, kjo është çështja juaj, çështje ndërlikuar që nuk Mirë, qëndron këtu, qëndron, mund qëndron. E dashur xheloze ti Serena? Unë xheloze? Me qenë me mu faktikisht o do jetë me mu, se mos rifare me mu. Me një emër shumë të fuqishëm tjetër, ti ke deklaruar për Ilir Shaqirin. Ke thënë që ai të ka ngacmuar seksualisht. Ishte kjo një deklaratë? Jo, po të pyes seriozisht, ishte kjo një deklaratë për zhurmë apo ka Jo, më dhe Ilirin e kam pas njoh si këtë Laertin. I njoh unë këto gjithmonë. Jam shok me Gjithmonë i hasi unë këto, gjithmonë. Gjithmonë ku duhet sa herë që mbaroj Big Brother, unë gjithmonë jam aty. Tok. Po, më falni një sekonda sepse mua më ngeli mendja tash. Pse ti mendon që unë edhe Renea mund të jemi xheloze ndërkohë që ti po pret një fëmijë nga Laerti? Po jo du ta di për shkakun se çfarë mendove, se si ti po pret një fëmijë, pse ne xheloze? Jo, shiko tash, unë nga mendimet e mia kështu nga ajo që shoh unë për shembull, e kupton? Unë mendoj se këto dyja kanë pak atë që pak e ka shoh unë këtë. Nga intuita jeme. Ti shef një ngjyra romance mes meje dhe Laertit? Jo, ngjo këtë. Shif mu, unë kam intuitën time që mund ta shikoj për shembull që ti mund të keni ai pëlqim ju dyja, kupton, kështu. Mund të keni, a kupton? Për mua i bi. Jo, ju për Laertin, jo. Se për shembull, ti po pret një fëmijë nga Laerti. Bravo, deklarata, shef. Rena, pse çfarë do lidhesh me mua? O, do lidhet Rena me mua. U bë një lam që frikshëm. Do pusemi bashkë, pa zemra. Po e kuptoj. Tani, do na sjellosh pak. Laert se do di se do bësh xheloz, po do Rena më ka bë thirrje tash publike për lidhje. Si përfundim, ti pret fëmina Laert gjithë xheloz. Tash si thoni ju, gjithë këtë zhurmë do bëj këtë. Mirë, si mendon tash gjithë këtë zhurmë, kot do e them unë. Si mendoni ju? Ka të jetë edhe për shok, ka ty ka dhe zjarr. Bravo. Ku ka ty ka dhe zjarr. Shikoj? E thot njëra nga fieri. Dori për ta përmbledhur pak më këndshëm. Do na thuash disa emra interesant që ti ke bashkëpunuar me qefin më të madh dhe të kanë inspiruar të bësh edhe gjëra të tjera në këtë projekt? Që ka? Për të thënë vërtetën nga Serena kishte emrat e saj. Laerti u shokua nga gjendja se jam shtatzan tash. Tani për të thënë vërtetën, nga pjesa artistike e muzikës nuk ka shumë emra që të inspirojnë, që të bëjnë që të krijosh gjëra më të bukura. Ka pak, unë thash disa emra që parë, domethënë ka ca artista si për shembull Alban Skëndera, Noise dhe të tjerë, të cilët janë super profesionistë në atë gjë që bëjnë, edhe për shembull Angela Peristeri është një nga ato. Do thonë janë artista, sepse janë dhe në shpirt artistë, dhe ato që nuk shikojnë thjesht atë lekun që do fitojnë nesër, por shikojnë artin dhe suksesin e tyre dhe zhvillimin si gjën më primare, ato janë edhe ato që më inspirojnë mua dhe më bëjnë edhe që të punoj më shumë se sa kam punuar deri tani. Ndërsa nga fushat e tjera është gazetaria, janë gazetarët, portalet, emisionet, të cilët mua faktikisht më kanë shtyrë në shumicën e kohës të zhvillohem më tej dhe të bëj edhe gjëra jashtë asaj që është pritur nga unë, domethënë. Kështu kjo është pjesa, do thoja që aktualisht e shtyn tregun dhe e zhvillon. Ndërsa te pjesa e muzikës fatkeqësisht mbi 90% të personave që janë në këtë treg edhe mbajnë veten si artista muzike, nuk bëjnë art, bëjnë thjesht projektin e radhës, për të bërë koncertin e radhës, për të marrë ato 2 lekë të radhës, për të blerë makinën e radhës, kaq. Kështu që Okej, un kam një pikë pyetje në vetvete dhe në fakt doja të merrja ca përgjigje. Serena, Ilir Shaqiri dikur ti ke thënë që të ka ngacmuar seksualisht. Si është e vërteta? Si qëndron e vërteta kësaj? Apo thjesht ka qenë një deklaratë e cila ti e ke bërë për të bërë pak zhurmë? Po mos e ma pyeti edhe kjo. Shiko. Ma na shkalove. Jo, se të shit përgjigjem. Tash të përgjigjem ose
Po, ku shkeli unë, si mos ketë gjëra seksuale, më falë, amon. Pra ka ndodhur vërtet. Unë jam i femër shikom. Unë i bi shkurt gjonave. Nuk jam njëri unë që ti bi larg. Unë më pëlqej o bëj seks me te ose hiq. E le. S'ka. Kështu që Unë jam troq zemra, unë nuk ka me mu. tani me Ilirin. Nuk e di si jeni ju të pesta, po unë jam o bëj seks ose s'bëj fare. Si ka ndodhur? Ose s'merrem hiç me te. Mu thuaj me Ilirin, vajzë. Ilirin e njofta te ambientin Top Channel, të kam njoft të bëj make-up. Okej. Edhe ishte me Sabianin, si gjithmonë. Okej. Edhe shkëmbym kontaktin me njëri tjetrin. Oh. Pastaj u takum. Dhe? Edhe më kujton dashurën time, ishin italianën. Po si unë edhe më kishte, domethënë sa pa, jo më pëlqej si femër, seriozisht, më pëlqej sa më kujton një ish timin, që kam pas kërcimtar balerinta. Edhe aty hy me njëri tjetër aty. I the dish edhe unë. Edhe mund të pëlqej. Po, i thash unë, jam për twerk, i thash. Direkt në aty. E po këtë të vërtet e morëm dhe shumë pyetje që ne i kishëm përgjigjet na i dhat, ishte shumë kënaqësi që ju kishim pjesë tonët dhe shpresoj që videoklipi të kapi Maja dhe shumë të tjera presim nga juve. Faleminderit, edhe ju jeni shumë të mirë. Rene, tash i disin ku t'ja bëj rradhës. Andona, bëj 1 minutë. Jo, po jam shtatzon tash, prit 1 minutë desa. Desa të lindi. Ne Enca të bëj të dis. Enca unë edhe shtatzon nuk më bë të disin Enca. Sa pesë telefonat. Nuk ka shans, nuk ka. Jo, Enca gjë këtu, do vish tu përballë me mundi, do përballesh ti, do të bëj thirrje. Do të bëj thirrje. Kështu do ta shtatzon si jam do të vi aty përballë me ty, edhe s'ke shanse. Edhe vajzat i kam me veti, unë si kam për ty, janë krameje këto. Ishte shumë kënaqësi vërtet që kishim pjesë tonë, na kënaqët sot dhe doja të falenderoja patjetër dhe Rene. Ishte shumë kënaqësi që të kishim pjesë tonë për të moderuar. Unë mësova. Po shoqet ngusha. Ato dy akoma tjetër ne ato shishi. Dhe ju përshëndesim dhe juve që po na ndiqni dhe po na dëgjoni ndërkohë në radio. Ishte kënaqësi dhe shihemi javën tjetër. Paçi.